Letër që kompozitorja Dhora Leka ja dërgonte diktatorit Enver Hoxha me 21 qershor 1967 lidhur me kurthin që I kishte bërë shkrimtarit Ismail Kadare, sekretari të parë të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, shoku I Enver Hoxha Tiranë. Shoku Enver, që në çastin që u ndjeva se sa e rëndë është tradhtia dhe sa dëm I sjell ajo çështjes së partisë, unë vendosa që njëra nga detyrat time kryesore, krahas këngëtarisë muzikore, ishte të ndihmonja organet e sigurimit të shtetit si bashkëpunëtore. Punë kjo që kërkon ndërgjegjje të lartë, besnikëri, sakrifica. Dhe unë brenda mundësive të mia u mundova të justifikoja me punë dhe besnikëri besimin që mu dha për të kontribuar si bashkëpunëtore ORG sigur. Në fund të dhjetorit unë kisha filluar korrespondencën. Lindita që një vajzë e re që e donte letërsinë dhe shkruante poezi, lam dhe takim. Ismaili ju përgjigj letrave dhe caktoi takimin në 21 janar. Gjatë kësaj kohe disa herë me letra, I kërkova takim shokut Siri për të më dhënë ndonjë udhëzim. Si duket shoku Siri I zënë në punë dhe në mungesën e nënkryetarit, I cili që me lejen nuk më përgjigj, atëherë unë veprova ashtu si më duk më drejt. Ismaili ardhi në takim në shtëpinë time. Kur pasë në takim I kisha thirrur unë, ai kërkoi të largohet menjëherë. Edhe unë nuk I thash ri. Ç'të bënja mbas kësaj? Ti shkruaja prap letër vërtet me emrin Lindita, por toni I letrës të qenë ndryshe duke ditur se ai e dinte personin që I shkruante. Isha përpara një alternative të vështirë. Zgjodha në atë çast atë që më duk më arsyeshme dhe I shkronja letër. Toni që I papërcaktuar, edhe si armik, edhe si person që e don partinë, duke I lënë shtek që ky ishte një material që ai mund ta përdorte për ndonjë tregim, edhe e ftonja të shkruanin bashkë një vepër. U duk sikur çështja u mbyll me kaq. Ai nuk përgjigj më. Kjo ndodhi në 21 janar 1967. Por shoku Siri më tha, pse nuk pranon të firmosësh dhe don të qëndrosh bashkëpunëtore e organeve të sigurimit apo që të vazhdosh të bësh provokacione dhe të mbresh kurthe. Se sa e rëndë ishte kjo për mua nuk e shpreh dot, jo I thash, por se e ndjej për detyrë. Sa mbrita në Berat më thirrën në deg, më komunikuan të mos shkoj në Tiranë pa lejen e degës. Me 25 mars u organizua një konferencë ku sekretari shoku Piro Gusho, në prezencë të Ismail Kadares dhe të mira banorëve më demaskoi si armik të betuar dhe të pandrejshëm të partisë. Ai si shkak për këto kishte marrë letrën që unë I dërgonja Ismailit, I cili siç tha shoku Piro, I kishte dorëzuar në komitet, duke ngritur lart vigjilencën e shokut Ismail Kadare. Çfarë nuk më ngarkoi në atë konferencë shoku Piro, si komplotiste, armik I betuar që don të rrëzoi pushtetin popullor, si grua imorale. Shoku Enver, a kishte mundësi të ishte evituar e gjithë kjo katastrofë? Sigurisht që po, dhe shokut Filat si person zyrtar që mbanja lidhjet, I shkrojta që kjo mund të që evituar. Shoku Piro e sidomos shoku Siri, të më kishin thirrur në komunitetin e partisë, në prezencë të Ismailit, të më kishin qortuar dhe këshilluar duke shtruar që kjo ishte hera e fundit, që partia po më jepte dorën. Kështu që shoku Ismail do kishte mbetur I kënaqur që denoncimi I tij u mor parasysh, por partia dhe kësaj here po tregohet mëm. A nuk isha unë në fakt ushtar I heshtur I partisë, pa kisha sakrifikuar për kompozimin e operës, po kjo rrugë nuk u ndoq. Unë bëj një pikpyetje. Muzval nuk I ka levërdisur ndërkujt që Dhora të jetë sërish ushtar dhe këngëtar I partisë dhe e zhytë me dashje në llumin e tradhtisë. Fjala ime e fundit shoku Enver është: unë e dua partinë dhe s'ka forcë në botë që të më largoj sado pa nga rruga e saj. Unë I takoj partisë dhe ushtari I heshtur që ndroi këtu, në një baran kombesatoje, midis hajdutëve, matrapazëve, vajzave rrugaçe. Në dres kam dhënë portretin e zonjës Çure dhe nuk do ta le të ploroset as pianoforten time Rangall, që qëndron në gatishmëri të jap opera si me të dytë bija e partisë. Dhe tashi që ja u shkrojta të gjithë shoku Enver, u lehtësova. Shumë një luzë të më njoftoni që letra ju ra në dorë, po përfundoi me besnikëri Dhora Leka, sektori Seman 11 qershor 1967.
Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin Debati në Channel One. Siç e ndoqët dhe nga inserti, pak ditë më parë në median e shkruar në gazetën shqiptare.com, gazetarja Admirina Peçi botoi një letër të zbuluar në arkiv në vitin 1967, kompozitorja e njohur Dhora Leka ja dërgonte diktatorit Enver Hoxha. Në letër ajo tregonte një histori sipas së cilës kishte bashkëpunuar me sigurimin e shtetit dhe kishin bërë një kurth ndaj shkrimtarit Ismail Kadare. Unë kam marrë një intervistë ekskluzive pikërisht për këtë letër me shkrimtarin e madh Ismail Kadare dhe për këtë do diskutojmë dhe në studio, por më parë prezantojmë të ftuarit, të cilët do komentojnë edhe intervistën e zotit Kadare, edhe ngjarjen nga më unikalet që mund të ndodhur në Shqipëri, por edhe në Evropën lindore, që në një letër një personalitet i njohur të asaj kohe, një kompozitore e njohur si Dhora Leka, e tregonte të gjithë historinë e bashkëpunimit me sigurimin e shtetit, por më shumë se sa kaq se si kishin bërë një kurth për Ismail Kadaren, shkrimtarin më i madh shqiptar të gjitha kohërave. Kam ftuar sot zotin Amik Kasorua, mirëmbrëma se erdhët, shkrimtar, publicist, shumë i njohur, njeri i letrave. Kam ftuar zotin Sadik Beko, profesor dhe studios, mirëmbrëma se erdhët. Kam ftuar Admirinën, ajo që na bëri sebeb për të gjithë këtë. Admirina, faleminderit për punën që ke bërë dhe faleminderit që je edhe në studio. Faleminderit juve që po jepni ehon kësaj ngjarje. E meriton Admirina, sepse unë nuk di ngjarje të dytë në Shqipëri që të kem dhe ti ke një bravo profesionale për atë që ke bërë. Luela Miftari, gazetare kulturës Gazetës Shekullit, mirëmbrëma se erdhët. Dorian Koçi, nëndrejtori i Muzeut Kombëtar, mirëmbrëma se erdhët. Bashkim Muça, analist i emisionet mia, po sot po të ftoj më shumë si intelektual, si njeri që je marrë me letrat, po edhe me komente të ndryshme. Ajo që është shumë e rëndësishme sot është intervista që unë i kam marrë Ismail Kadares, është një intervistë që zoti Kadare në fakt mbas një heshtje të gjatë flet, një intervistë ekskluzive për emisionin tim Debatin Channel One, se si ai e komenton pikërisht këtë denoncim të Dhora Lekës. Ndjekim intervistën dhe kthehemi në studio për ta komentuar. Ka më shumë se 3 vjet që Ismail Kadare nuk ka dhënë një intervistë televizive. Na duket se ka bërë një betim e veten. Por të gjithë këtë heshtje e thyen për një arsye madhore. Gazetare dhe redaktore e suplementit Rilindasi në gazetën shqiptare.com, Admirina Peçi, ka zbuluar nga arkivat e shtetit një xhevair të rrallë, një letër që fshihej për më se 47 vjet në arkiva dhe që është një rast unikal jo vetëm për në Shqipëri, por edhe në gjithë Evropën lindore. Muzikantja kompozitorja e njohur Dhora Leka i shkruante me dorën e saj një letër diktatorit Enver Hoxha, në të cilën i tregonte një histori se si bashkë me sigurimin e shtetit kishte bërë një plan për të futur në kurth Ismail Kadaren dhe pasojat e këtij kurthi, nëse ai realizoi, dijeshin dhe merreshin me mend. A e arriti Dhora Leka këtë plan dhe sigurimi i shtetit? Jo, plani dështoi dhe Dhora Leka i rrëfen udhëheqësit se si dështoi ajo bashkë me sigurimin e shtetit, dhe për këtë gabim, ajo kërkonte që ta shlyente me punë, duke u vetë ofruar për shërbime të tjera. Një letër kaq tragjike por dhe habitore, se ku shkonte indoktrinimi i një intelektuali shqiptar, se ku shkonte shërbimi sekret dhe të përdorurit e tij, është me të vërtetë një rast unikal. Për gjitha këto, Ismail Kadare arsyeton se ja vlen ta thyeshë heshtjen. Aty në apartamentin e tij në Sky Tower, mes mira e mira librave, aty ku janë shkruar sa e sa libra të tjerë, ne na rrëfen një histori gjysmë shekullore që shoqërinë shqiptare për fat të keq vazhdon ta ndjek edhe sot. Janë dosjet e sigurimit të shtetit dhe ato që quheshin spionime apo kurthe të agjentëve të tij. Këtë rrëfim Ismail Kadare e bën për emisionin Debati në Channel One. Përshëndetje zoti Kadare. Përshëndetje. Zoti Kadare, në median e shkruar ditët e fundit është botuar një letër që kompozitorja e njohur Dhora Leka i ka dërguar diktatorit Enver Hoxha në vitin 1967, në të cilën shprehet dhe tregonte se ka bashkëpunuar me sigurimin e shtetit dhe synonte që t'u fuste ju në kurth.
Ju si keni pritur në radhë parë botimin e kësaj letre unikale që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, është një rast ndoshta edhe në tërë Evropën ish komuniste. Po është vërtet që është një rast i rrallë, me sa e njoh unë jetën e shkrimtarëve, kolegëve të mi në shtetet e ndryshme komuniste. Ka patur kurthe të vazhdueshme, të ngritura, por që të ekzistojë një letër e tillë ose e ngjashme, sigurisht kanë ekzistuar, po një rrëfim i tillë ndaj shefit të një vendi, shefit komunistëve të një vendi, shefit atij që drejtonte gjithçka, mos ditë të ketë ndodhur, nuk ditë të ketë ndodhur, ose s'paku nuk është botuar, ose nuk është bërë e njohur. Kjo letër më ka ngjarjen unë e di, e kam ditur gjithmonë, ka ndodhur gjysmë shekulli përpara, por letrën nuk e kam ditur as që ekzistonte, pa le pasaj ta di përmbajtjen e saj. Dhe cili është ai që quhet si u ndihet në momentin që lexuat gjithë letrën? Jam befasuar jashtëzakonisht. Nga vetë letra, përmbajtja e saj dhe nga stili, nga toni i saj. Domethënë në një lloj ekstaze e aktit të denoncimit. Ajo që mua personalisht më ka bërë përshtypje zoti Kadare, ndoshta edhe që i përkas një brezi komplet tjetër, ishte ajo vetë ofrimi që kompozitorja e njohur Dhora Leka bënte për të bashkëpunuar me organet e sigurimit, madje duke bërë dhe vrejtje, madje duke treguar dhe detajet të asaj që quhet komplot, që ajo e kishte në mendje dhe sigurimi e kishte si plan, si ide. Çfarë ishte ky? Ishte një rast sporadik apo kështu funksiononte sistemi dhe sidomos ndaj shkrimtarëve dhe konkretisht personalisht ndaj ju? Ishte sistemi natyrisht, nuk ka gjë sporadike këtu, nuk ka gjë të pazakonshme, është në logjikën e mbrapsht të gjërave të një diktature. Zakonisht në një diktaturë, shkrimtarët e njohur, filozofët e njohur, artistët e njohur, janë në përgjim. Kur ka diktaturë në një vend, ka përgjim njerëzish të shquar që quhen. Qofshin këta të sferave artistike, politike, filozofike. Kështu që s'kam në një gjë të jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme është tregimi me pasion i këtij aksioni. Domethënë se si është e mundur që njeriu që ka bërë këtë përpjekje për të futur në kurth një njeri tjetër, një koleg të saj artist, nuk ka kurfar pendimi, përkundrazi, ka një lloj krenarie, sepse pra kjo tregon që edhe ai që e merrte denoncimin, dhe ai që përgatiste, se këtu ka dy anë. Njëra anë që përgatit kurthin, i kërkon denoncuesit të ngrejë kurthin, dhe pastaj ai që e merr këtë përfundim, këtë rezultat që e merr, për ta shfrytzuar. Këtu ka ndodhur një gjë pak e çuditshme. Ka një mister që kam thonë unë edhe në përgjigjen që më kanë bërë gazetarët. Ka një mister që jo gjithçka kuptohet e qartë. Njeriu që ka marrë këtë, udhëheqësi i vendit, diktatori, ta quajmë, shefi, si ta quajmë, ka ditur diçka apo s'ka ditur asgjë. Kjo mbetet e pazbuluar. Personazhi nuk është gjallë që t'i jap sqarime, ndoshta ka dokumenta të tjera të fshehura me shumë kujdes. Po edhe mund të jesh zhdukur. Edhe mund të jenë zhdukur, padyshim. Edhe mund të jenë. Ato që janë në thojza më komprometuese. Ndoshta çdo sistem zgjedh dokumentat që duhet të zhduki. Ato që mund t'i ruaj një farë kohe, ato që i djeg për gjithmonë pa mshirë, si thua, sepse turpi është kaq i madh, sa që është i padurueshëm, edhe kohë më vonë se kur zbulohen. Zoti Kadare, ishte momenti që ju ishit në Berat dhe për teleshikuesin që ndoshta nuk e din, ky ishte shfrytëzimi i rastit, po themi që
zënja Dhora Leka të bënte atë bashkëpunimin me sigurimin e shtetit. A patat në një moment më të vërtet vështirë që ju e kuptuat që shërbimi sekret, sigurimi i shtetit ju survejonte? Jo, kur erdhën këto letra, se ka pas historia shumë e ndërlikuar, siç ka që thjesht, ka pas letra të dy llojeve, letra kinse pasionante, romantike, erotike, se thuash në fillim, pastaj letra kërcënuese më prapa. Sigurisht nga letrat e para s'ishte në një dram të marrësh letra për një shkrimtar, të marrë letra nga një vajzë të zemre, e cila mund të ketë ngarkesë erotike, po të përmbajtur. Letrat ishin shumë korrekte, shumë të përmbajtura, pa asgjë të tepruar. Është normale dhe shkrimtarëve i qellojnë që marrin letra të tilla, nuk të bën një përshtypje. Letrat e tjera janë të pazakonshme krejtësisht, sepse ato janë letra që të vënë ty në pozitën e një komplotisti. Ajo shkruante që pse ti nuk vepron bashkë me ne, besnikët e Moskës, për të përmbysur regjimin. Ishte e habitshme, ku e gjeti ajo? Unë nuk e njeh këtë grua. E kisha parë vetëm në rrugë. Ju e diskutuat me njëri këtë? Po, e kam diskutuar me shokët e mi, me disa, jo me një. Kolegë. Dhe kjo me sa duket bëri atë që dështoi ky aksion, se thua se e humbi fshehtësinë. Këto letra nuk mundet më dikush të më kapte mua në një bastisje, në një gjë, thoshte pse si ke treguar. Kjo i bëra bisedë me shokët e mi, kisha shumë shoka herët të qarkulluar në Berat, inxhiniera kryesisht, edhe ndonjë shkrimtar, po edhe kjo prishje e sekretit, si thuash, dogji rezultati një pritje të merrej prej tyre. Zoti Katerina, mbas vitit 90, në një farë mënyre Dhora Leka mori një lloj vlerësimi ose rivlerësimi. Si e vlerësoni ju figurën e saj kur edhe produktet e saj muzikore u vlerësuan, madje edhe një shkollë në Tiranë ka emrin Dhora Leka, do të thonë ishte një lloj rivlerësimi figurës saj. Si e komentoni këtë? S'kam dëshirë të merrem në një bisedë të tillë, të them drejtën. Ajo s'është më në jetë. Ajo e ka marrë mbi ndërgjegjjen e saj këtë që ka ndodhur. Ndoshta ka lënë shpjegime në një ditar të saj, në një letër këmbim tjetër me dikë të afërt. Po që kam shprehur mendimin dhe i përmbajem këtij mendimi që ka qenë një grua që ka vuajtur vërtet, për fat keq vuajtja e çoi në një humbje drejt peshimi. Mendor, moral, të logjikës. Dhe në radhë parë është një letër e pikëllueshme, po ta shikosh, që të arrijë një kompozitor i njohur shqiptar. Ka pasur një arsye të fshehtë që arsye e parë që shkon ndërmend është që ka dashur të shpëtojë nga vetë ajo nga një survejim i keq, si thua, i shtetit. Dhe pas ka gjetur si mënyrë që me një shërbim të tillë të rregulloj atë që quhet biografinë e saj. Për fat keq, kështu ndoshta. Nuk e rregulloi. Në fakt as nuk e rregulloi, as nuk e përkeqësoi. Paka shumë u duk se kur shteti do ta shqyente 400 copash, që doli ky sekret, që ajo sa ato fjalë të famshme në një mbledhje, se kanë bërë me kokën time. U mat ti thoshte dhe nuk e lan të fliste, si thua. Ajo do tregonte me sa duket, e zemëruar, me një zemërim që më ka habitur, edhe i ka habitur të gjithë, e pa tremur, por krejt e zemëruar, që, si thua, me kuptimin që unë i shërbeva partisë, i shërbeva sigurimit siç kërkoi prej meje, dhe unë kërkoj të respektohem. Kjo ka qenë habia, çudia e kësaj, befasimi i kësaj ngjarje. Zoti Katerina, ne të vetmi rast mes shkrimtarësh që kemi një pendesë është ajo e shkrimtarit Fatos Kongoli, i cili ka shkruar një që ai e quajnë pothuajse roman dhe shpreh pendesën që ka bërë një dëshmi në gjykatë për një kolegun e tij i cili është dënuar.
Dhe ky është rasti i parë dhe ndoshta rasti i vetëm që një shkrimtar e bën këtë gjë. Pse nuk kemi raste të tjera, zoti Kaderej, që të kenë atë pendesën e madhe? Por varet. Pendesa pritet nga njeri që ka diçka për të penduar. Nuk mund të jetë një kërkesë e përgjithshme. Secili përgjigjet përpara ndërgjegjes vet. Dhe si e vlerësoni ju këtë të Fatos Kongolit? Ishte një akt i kuptueshëm për një njeri që ka ndërgjegje, që vret ndërgjegje për diçka. Është normale. Më bëri përshtypje kur po përgatisja intervistën një nga ato që ju bënit si ekspertizë dhe keni shpëtuar nga burgu një të ri me emrin Max. Jam befasuar nga ajo që ju keni bërë, nga ajo shpirt gjerësi që ajo poezi atë ai ishte i arrestuar, por mund ta dënonte ndoshta edhe me pushkatim. Ndërsa ju e keni shpëtuar duke i bërë atë relacionin e Tusit që nuk ka lidhje kjo poezi të jetë kundër pushtetit dhe kundër regjimit të asaj kohe. Pse zoti Kaderej e keni fshehur këta, nuk e keni treguar? Në disa raste dhe unë nuk kam pyetur dhe nuk keni dashur që ta tregoni këta që ju me ato ekspertiza që qyshin atë kohë keni ndihmuar dhe ky nuk është vetëm rasti i këtij poeti të ri. Ky është rasti vetëm që ka ndodhur. Unë nuk më ka ndodhur rast tjetër, mos më drejtoheshin për ekspertizë, por ka qenë një rast thuaç unik, kur një hetues, i cili gjithashtu ishte në dilemë, e mbante në pranga dikë në burg, më drejtua në mënyrë miqësore, s'mund ta them se nuk e njihja, në mënyrë që thuaç i bëri thirrje ndërgjegjes sime si profesionist. Zoti Kaderej, kam një poet të mbyllur në qeli, dhe më dha të kuptoj që nuk i mbushej mendja që fajtor, a mund t'ju tregoj, ju lutem, një vjesht të tij, vetëm kaq. Nuk mund t'ja refuzoja, se ky është ekspertizë, përkundrazi ka pa nuancën që ky njeri e mundon diçka këtë hetues. Nuk i mbushet mendja, thuaç. Nuk e tha haptas, po me sa kuptova unë që dhe kur ma tregoj, a mund t'ja u tregoj me shumë sjellje, me shumë mirësjellje, si thuaç një njeri që kërkon diçka shoqërore, pa detyrim, pa kështu. I pash, jam të meruar, unë diku e kam thënë të më duket, ja, ju nga e dini, nuk e dini nga. Ju kam pyetur dhe keni treguar, por mua më ka bërë shumë përshtypje, sepse kam lexuar ato poezi. Nuk kam dashur që të bëj reklam këtë një gjëje që është normale për një shkrimtar. Qofse ti ke në dorë të shpëtosh njëri, qofse njëri të vjen dikush e të thotë, ky njeri, shikoni, kemi kapur këtë vjesht, këtij armikut. Ai sa si mendonte zyra e tij, është një. Se nuk të s'ka asgjë armiqësore. E bëra pa më dyshjen më të vogël. Kjo ekziston, gjendet, edhe dokumentat janë, njerëzit janë, hetuesim duket se po, është në këtë jetë, është i gjallë, po. Unë nuk e kam bërë bisedë, për mos të duket si një sjellje pazakonshme, si të thuash, në një heroizëm, si ishte asnjë heroizëm, ishte një sjellje, nuk pësoj asgjë nga kjo, nuk është një gjë që është krejt normale si sjellje. Megjithatë, zoti Kaderej, ju keni bërë këtë gest, por nga ana tjetër, sigurimi i shtetit ju ka survejuar nga format nga më të ndryshme. A keni në momentin kulmor tuaj që me të vërtetë ju e keni vuajtur më shumë se sa denoncimi apo synimi për kurs që do të bënte sigurimi i shtetit me dhora lekën? Jo, nuk. Këtë gjë unë e dija, e merja me mend. Dhe prapë më duke normale për një shtet si yni. Unë kisha studiuar në Moskë, në krye vendin e përgjimeve të tmerrshme, të shkrimtarëve të gjithë, shkrimtarët e shquar ishin të përgjuar. Dhe ishte krejtësisht normale. Por mos thënë që në një shkrimtar që ishte i pa përgjuar fare, duke si i pa vlerësuar. S'kishte pse të shqetësonte kjo gjë, nuk ishte. Ne ishim mësuar të gjithë. Do të thotë shkalla e përgjimit lidhet me shkallën e nivelit të shkrimtarit? Jo gjithmonë, po shkrimtari është shumë lehtë të përgjohet. Ka raste edhe në perëndim janë përgjuar në një shkrimtarët. Ka domethënë e lehtë është për një shtet, për një polici, për një shërbim sekret të përgjojë një shkrimtar. Është si gati si sport
zbavitës. Zoti Kadere, gjithmonë sa diskutohet një denoncim, një debat I tillë, bëhet pyetja e famshme që në këto 24 vjet mund të jetë pyetja më e përmendur në opinionin publik shqiptar, ajo që quhet pse nuk hapen ndosjet. Më ka bërë përshtypje që në vitin 1994 është përmendur fraza që nëse hapen ndosjet e sigurimit të qeverisë në Shqipëri, Shqipëria ka për të kaluar një tragjedi kombëtare. Si e komentoni ju? Po, gjithë kjo është një alibi, një farë përpjekje për të përligjur mos hapjen e arkivave të fshehta. Unë e kam pas mendimin të prerë gjithmonë, madje kam bërë shumë armiq me këtë. Një pjesë e njerëzve që ndonjëherë më sulmojnë, ata s'mund të thonë se ne po të sulmojmë sepse ke propozuar të hapen dosjet, por gjejnë gjithfash, është shumë e lehtë të sulmosh një shkrimtar, është jashtëzakonisht e lehtë, nga drejtimet më të ndryshme. Pra, mendimi im ka qenë I prerë që duhen hapur dosjet, duhen hapur arkivat e fshehta, duhet që çdo vend kur ka përzem, kur kalon, kur del në një diktaturë, gjë e parë që bën, shqyrton ndërgjegjen e keqe të tij, pjesën e keqe të ndërgjegjes vet. Pa këtë nuk ka asnjë emancipim, asnjë ecje përpara. Ose duket sikur ka ecje përpara, nuk ka, ka ngecje në vend. Edhe ky është momenti që Kasëm Trebeshina, shkrimtari Kasëm Trebeshina, ka thënë për këtë momentin e Dhora Legës që nuk është faji Dhora Legës, po Ismail Kaderes. Cili është komenti juaj për? Nuk kam asnjë koment. Mua Kasëm Trebeshina nuk është për mua dhe për asnjëri normal s'duhet të jetë mendoj një referencë morale në këtë rast. Ai ka një biografi shumë të rënduar nga kjo anë. Pse ka të rënduar? Ka qenë vetë, ka shërbyer në sigurim. Ka qenë oficer I sigurimit. I Ministrisë së Mbrojtjes, që ishte në atë kohë Ministri I Brendshme quhej. Edhe ka marrë pjesë në s'kam dëshirë të flas për të them drejtë. Pse një pjesë e shkrimtarëve, edhe pse kanë këtë njollën që ju thatë, vazhdojnë mbas vitit 1990 nderohen edhe me çmime, edhe me rritjen e vlerës, po themi publike, në për ekrane, në antologji, në letësi, botohen, ribotohen. A është kjo e moralshme, zoti Kadere? Kurse si. Sigurisht nuk është e moralshme, por asnjë moral njerëzor, në asnjë rend, në asnjë kohë, në asnjë sistem shoqëror nuk është e moralshme. Domethënë, këta njerëz në heshtje duhet të vuajnë që ato që kanë bërë, sa kanë bërë, të mos u teprohet ajo që kanë bërë, po ai sa ka bërë, ta vuajnë në heshtje, pa bujë. Kjo është mundimi më I madh për këta. Është një ndëshkim shumë I madh të vuash në heshtje dhe pa bujë, atë çka ti vjen të papasta ndërgjegjen tënde. Që të bëjnë nderime kur shteti e di çfarë janë, nuk është normale. Është që të kapërzohet të bëhet një mbrapshti morale e palejueshme. S'ka pse të bëjnë nderime. S'po themi a duhet ndëshkuar më bon apo jo. Secili ky është ndëshkim moral, që secili e vuan në mënyrë private, por ta nderosh një denoncues, njëri që ka marrë në qafë njerëzit, do thotë të nderosh aktin më të keq të njerëzimit, të nderosh Judën. Juda është personazhi më I zi I asaj që vetë referencë morale botërore e gjithë njerëzimit, njeriu I afërt I Krishtit që e shiti atë, tradhoi. Prandaj kjo paradigma e Judës, e njerëzve të afërt që rinin disa herë rrotull shkrimtarëve për t'i përgjuar, është e pafalshme. Akti I tyre është I pafalshëm. Për fat keq tek ne falet. Dhe tek ne është ideja, të kthejmë tek I thotë ju, që po të hapeshin dosjet dhe arkivat, do ndodhte një tragjedi kombëtare. Nuk ka tragjedi kombëtare nga një pastrim I ndërgjegjes. Tërë vendet e Europës e kanë kryer këtë proces të detyrueshëm, I cili është I dhimbshëm, jo pa dhimbje, por mund të them se ata s'kan mësuar në një tragjedi, asnjëri prej tyre. E filloi Gjermania I para, me radhë Çekia, Polonia, Hungaria,
me shumë vështirësi Rusia, por askund s'mund të thuhet se ka ndodhur tragjedi, përkundrazi. Tragjedia ndodh kur nuk hapen. Pra mund të themi se jemi ne që jemi ndërkaq në tragjedi. Jo të kemi frikë nga një tragjedi e ardhshme, por ne jemi në tragjedi, në mbyllje të kësaj të fshehtë. Faleminderit, i kthemi sërish në studio, ndoqët intervistën që Ismail Kadare dha posaçërisht për emisionin Debatin Çrregulluan, lidhur me letrin që Dhora Leka, kompozitorja e njohur Dhora Leka, ka dërguar diktatorit Enver Hoxha në vitin 1967. Zoti Kasaru, cili është komenti juaj i parë? Në lidhje me? Lidhur me intervistën që i përgjigjet, që komenton letrën. Nga Kadareja nuk do të prisja, nuk do të çuditesha për mençurinë me cilin i trajton problemet, edhe për gjaftësinë me cilin i trajton problemet. Është njëri që ka një përvojë jetësore të filtruar nëpërmjet shpirtit të shkrimtarit që pak kush e ka. Është një personalitet dhe si personaliteti nuk mund të fliste ndryshe. Më duk një intervistë shumë e pjekur. Po letra? Letra ndoshta do të ishte një faqet. Qesh sepse, dëgjoni, e para punës njërë bët gabim që më pyetët për letrën me njërë mbasi fora për Kadaren, sepse është si të kapësh majën e malit e të futesh në fund të skëterës. Letra është prova e një zvetnimi të plot të një njeriu që për arsyet e veta, e ndoshta edhe do të diskutojnë këtu, për arsyet e veta ka pranuar të shkoj edhe më thellë nga që kishte shkuar, duke kërkuar përsëritjen e asaj kontratës famkeqe me sigurimin e shtetit. Faleminderit, do kemi mundësi pak më vonë. Profesor Beko, disa herë ju pash që duke momentet e letrës që e ndryshuar pamjen e mimikës, unë si ish studenti juaj dhe ta njohëm mirë atë mimikën tuaj, kur studenti ishte mirë në provime, por nuk ishte mirë, e para po e nis me letrën nga ju. Çfarë është kjo letër? Çfarë ka ndodhur se ne që se njohim mirë, se kuptoj mirë? Në radhë të parë, ajo Dhora Leka është i viktimë e atij regjimi. Edhe ai sistem përdor pastaj viktimat e veta si karem. Sa ajo përdor jo vetëm për rastin e Kadares, ka një histori të tërë, bashkëpunimi me sigurimin, dalje në përgjyqje, duke akuzuar personalitetet të atij regjimi që siç dihet mbas here ata futeshin në burg, ndronin vendet me. Edhe Dhora Leka ka qenë një denoncuese dhe një spiune e rregullt të këtyre hetusive të kohës së komunizmit. Tani në rastin e një shkrimtari, pastaj kjo të Kadares, kjo vërteton atë që dhe shkrimtarët që ai nga të shuarët që ajo kohë duket se i ndihmonte edhe ata i përgjonte. Ishte në sisteme diktatoriale këto gjëra si duket janë të natyrshme, po ta shikosh nga gjykosh nga pikpamja sotme, gjithmonë të dhëmë që një shtet, një vend, të cilët i ke dhe në romane, i ke dhe në poezi, vepërtuja për këtë jashtë, ai papritur të ruan, të përgjon dhe dojke të fuste për kurthe. Është diçka e zezë, diçka e erë. Kurthet ishin burg. Pas burg mund të ishte. Ai ka shpjeguar në një intervistë që ka dhënë adminin se aty se thotë është vdekje morale, do më thënë, ose thotë edhe një vdekje fizike. Do më thënë, vdekje morale ta heqësh një njeri për gjithmonë nga letësia. Ta zhdukësh atë si shkrimtar. Në një farë mënyre ta futesh në borg, ta heqësh nga jeta krijuese. Kjo është një resitje, do më një vdekje. Pavarësisht që mund të ndodhte me vdekjen fizike. Sepse bëhet fjalë për një komplot, siç e shpjegoi edhe Ismail Kadareja. Ai thotë që mbi gërmadhat e tiranisë do shkruhen emrat tanë. Është një poezi e Pushkinit, drejtuar Çadajevit, një revolucionari të njohur dekabrist kundra carit, dhe ajo thotë që unë e ti do kemi pjesë në një komplot që do jemi kundra këtij tiranisë, të cilit i thotë nga dashuria për ty, unë do të fus në gurt këtë. Është një gjë
shumë e fëlliqur, domethënë edhe njeriu në prova të tilla nuk ndihet mirë. Mua më pëlqeu dhe ajo, më pëlqeu, më bëri përshtypje. Një shkrimtar i papërgjuar nuk ishte i vlerësuar. Ne mirë, unë jam dakord me këtë. Duhem të dim një gjë që ka gjithmonë një pjesë të errët në shtet. Është shkrimtar Kristofor Marlowe, bashkosi Shakespeare-it, autori dramet famshëm Timur Lengo apo Doktor Fausti magjistar, Doktor Fausti, ai është vrarë në një pijetore gjoja, për një arsye banale është vrarë nga policia e kohës. Ose rastet që ndiqshin poetët dhe shkrimtarët rusë, Pushkini, Turgenevi, Lermontovi. Ka pas një pjesë të errët të shteteve të errta, domethënë diktatoriale, që gjithmonë kanë pasur një frikë nga shkrimtarët e mëdhenj. Dhe ka qenë vazhdimisht të përgjuar, aktorë të mëdhenj, shkrimtarë të mëdhenj, fetarë të mëdhenj, misionarë të anës shpirtërore, gjithmonë shteti i ka pasur frikë. Është pasuri shumë e madhe të jesh një shkrimtar i shquar. Okej. Admirino, e para njerë ke një bravo të madhe kështu si kolegë që jemi. Mos më thuaj shumë herë. Po ta them shumë herë se në Shqipërinë tonë dhe në gazetarinë tonë nuk ta thon shumë herë bravo Admirino. Ta vërtet është. Që e zbulove këtë letër, sepse kushdo që pyet sot si doli ky sekret. Kjo ishte një letër. A mund ta tregosh çfarë ndodhi, si e gjete? Ti ke gjetur plot letra se ne kemi punuar bashkë, unë mirë po. E vërtet është po rasti i kësaj letre më vërtetoi edhe një herë se sa shumë peshka e vërteta dhe do ishin shumë rrethana të ndryshme në kohë të ndryshme, mes personazheve të ndryshme dhe prapë në fund po del e vërteta. Pse e them këtë? Ka vlerë kur del kaq vonë? Ka vlerë, pse nuk pas ka vlerë? E vërteta ka vlerë gjithmonë në çdo lloj kohe, në çdo lloj regjimi. Përbëtepër që janë kohë ku vit pas viti ndaj shkrimtarit Ismail Kadare bëhen sulme në prag të Nobelit. Gjithë e din, fushata i quajnë profesorit. E turpshme. Megjithatë unë jam gazetar, nuk merrem me anën komentuese të kësaj ngjarje. Pse thash se ka një peshë madhe e vërteta dhe mua kjo më ka goditur më shumë se sa përmbajtja e letrës. Si e gjete? Se përmbajtja e kësaj letre nuk për brezin tim dhe për brezat më të rinj se unë nuk do të thotë shumë, sepse nuk e kanë njohur atë regjim dhe nuk e kanë hequr mbi kurrizin e tyre. Historia e zbulimit të kësaj letre ka qenë gati e panatyrshme. Unë po kërkoja për vitin 1967 sa i takon marrëdhënies së regjimit me klerin katolik, musliman. Ishte viti që ndërpre... Kushe, më kisha... Ja, Admirina, kjo është letra originale? Po, kjo është letra. Kjo është letra originale e shkruar nga Dora Leka në vitin 1967. 11 qershor 1967, drejtuar Enver Hoxhës. Po. Si shkova të kjo letër? Ndërsa kërkoja për këto subjekt kërkimi që kisha unë në arkiv, pash një dosje që kishte një përshkrim si shta asgjë, s'di si të ta them. Nuk jep asnjë indikacion se aty brenda kishte diçka kaq përvolus. Ishte ankesa, letra nga populli që drejtoheshin Enver Hoxhës, mes të cilave kishte edhe disa që kërkonin të botonin artikuj, të botonin ndonjë vepër, dhe mua kjo më ngacmoi, thash. Në fundit. Kush ka qenë ndonjë që donte të botonte diçka? Edhe e hapa, ishte një dosje voluminoze, po thuajse pjesa dërmuese me shkrim dore shumë i vështirë për të deshifruar, sidomos kur nuk ke luksin e kohës për ta lexuar aty ku je përpara dosjes, e duhet që të thellohesh pak më vonë. Po? Dhe pash një letrën e parë, shoku Enver, e shfletova Dora Leka në fund. Çfarë ka pasur Dora, thashë se e dija që ka pasur probleme gjatë regjimit, ka qenë e internuar, e burgosur etj. Dhe thoshte që kam shkruar një oper, vjesht në stuhi dhe ju a kam kushtuar juve. Por ma kam përplasur derën e teatrit të operas në fytyrë dhe nuk më qasin, më thonë ti armikës, na duhen veprat e tua. Unë ju lutem juve që të më jepni edhe një herë dorën. Ju vetë keni thënë që kush pendohet, partia ka zemërgjërsinë që t'ja jap prap dorën. Pas kësaj letre ishte një letër tjetër më e shkurtër dhe i drejtoi Mahfuz Lazës në Komitet Qendror pra. Çfarë ishte ky? Duhet të ketë qenë te sekretariati i Komitetit Qendror.
Dhe I drejtoi dhe I thoshte që zoti shoku, më fal se nuk ishte zotin ato. Shoku Mahfuz I thoshte I ka dërguar letra shokut e verdh dhe ju lutem më vini në dieni, ka rënë në dorë apo jo letra e parë. Letra ishte vetëm për operën. Pas kësaj letrës së dytë që shkruan sërish ti, ishte letër tjetër prapë me shkrimin e dhorës. Letra tjetër ishte shumë e gjatë, edhe unë të jem e sinqert për gjithë juve, nuk kisha durim ta lexoja deri në fund. Mendoja se është prapë për operën. Por ndërsa lexoja diku, pash që thoshte janë bërë bashkëpunëtore e sigurimit të shtetit që partia duhet më japi dorën. Domethënë e thoshte këtë si një mas që duhesh konsideruar për ta shpërblyer, për ta kthyer në jetën aktive, për t'i botuar veprat, për t'ia vënë në skenë etj. Dhe pak më poshtë mudhims, sepse thoshte jam këtu mes femrave rrugaçe, mes kriminalëve, jetoj këtu dhe po shkruaj një opër të dytë. Edhe kishin kaluar 5 faqe. Shkrimi ishte shumë I vështirë për të deshifruar. Edhe unë vetëm e mora materialin dhe thash do ta lexoj në një moment të dytë. Mu desh që të takoj një ditë rastësisht zotin Kadare dhe ndërsa flisnim për shumë çështje të aktualitetit, ra çështja e dosjeve të sigurimit. Dhe më tregoi, edhe unë e pyeta në fakt që nëse ka pasur ndonjë rast etj. Dhe I thash unë sepse kam hasur një material që jam të merruar, thash më vjen keq, nuk e përmend emrin se kush është, por thoshte që janë bërë bashkëpunëtorë e sigurimit. Dhe për mua është një dokument rënditës, thashë se s'kam parë ndonjëherë një dokument ku të thuhet hapur që dhe një personalitet. Po, edhe një personalitet. Dhe ai më tha, më tregoi, do të tregoj një histori dhe më tregoi se si kishte qenë në Berat në kohën që e kishin qarkulluar në Berat, si shumë shkrimtarë në 67-ën, ishte koha e revolucionit kinez dhe thotë që një ditë më shkruan letër një vajzë me emrin Lindita. Etj. Edhe tregon gjithë historinë si shkruante letër dashurie dhe letra erotike. Unë shkova, tha, më la takim. Edhe erotike thotë këtë. Më la takim, tha, dhe shkova aty, futa në një rrugicë, tha, në qendër të Beratit e kishte shtëpi, dhe vetëm pash me një me shami, tha, dhe vetëm ku pash flokët e thinjura. Dhe, ti qenke, I thash, edhe ika, tha, nuk, domethënë, kaq ishte përballja. Thjesht ky e kishte zbuluar kush ishte. Si duket, kjo e kishte bërë me kokën e vet këtë gjë. Takimin me shkrimtarin, pa marrë miratimin e shefave të sigurimit lart. Kjo bisedë me Kadaren ishte deri këtu, deri në këtë pikë. Dhe unë nuk e dija se kjo histori ishte në këtë dokument. Kjo është lidhja. Dhe ku unë e kam lexuar dokumentin deri në fund 2 ose 3 ditë më vonë, kur unë kisha pak kohë sepse gazetaria e përditshme kërkon punë shumë voluminoze dhe nuk kemi kohë gjithmonë. Ku unë e kam lexuar ishte natë vonë, u trondita, thash, s'ka mundësi të jetë historia që më tregoi Kadare para 3 ditësh, të jetë kjo histori. Edhe lexova me kurreshtë deri në fund. Dhe të nesër në mora në telefon botusin e Kadares, zotin Bujar, dhe I thash që nuk ka mundësi, thash unë kam lexuar në letrën e Dhora Lekës, historinë që më ka treguar Kadare para 3 ditësh. E tregova këtë për të thënë se si ndonjëherë e vërteta shumë kryeneçe. Ndoshta unë do ta kisha lënë këtë material me vite të tëra pa e parë, se s'do kisha kohë, do thosha kjo është një gjë shumë personale e Dhora Lekës dhe nuk do ta botoj dhe kështu vendosa kur e pash. Por kur unë kuptova se çfarë histori ishte aty brenda, mendova se është shumë e rëndësishme që kjo të botohet dhe të publikohet. Për të kuptuar se çfarë regjimi ka qenë, se si ka funksionuar, se deri ku kishte degeneruar ky regjim. Dhe deri ku arrinin dhe depërtonin tek shkrimtarët, tek artistët, tek njerëzit e njohur që tek e fundit ishin ishin mendimi I cili reflektonte tek gjithë popullsia tjetër. Okej. Falenderoj shumë për këtë rrëfim. Zoti Muça, komenti juaj. Mendoj se duhet parë në kontekstin se si ka funksionuar gjithë regjimi komunist. Kjo është një prej mira detajeve po të forta që tregon se sistemi ka qenë I ngritur mbi bazën e një ideologjie në rend të parë të cilës viheshin shkrimtarët, por edhe shkrimtarët mëdhej, por nga njëra tjetër marrëshin në kontroll. Sepse ajo që ju bëri ju përshtypje edhe mu më bëri, po të mos ishe, ai sistem nuk ishte aq budallasat përgjonte budallet. Pra, ky moment, sepse faktikisht po të hapen arkivat e shkruara, sepse arkivat e sistemit komunist
mos shumë të janë në menjet e njerëzve, dhe për këtë janë dhënë 10 qindra intervista, por intervistat e prodhuara nga mendja nuk janë të sakta, sepse ata prodhohen bazuar në interesat e njerëzve, në dëshirat e njerëzve, në pozicionimet e njerëzve, ndërsa dokumentet e lana autentike të asaj kohe zbardhin të vërtetën asaj që ka ndodhur dhe është një e vërtet dramatike. Bashkim, vetë ty, sa vjeç ishe në lidhëm? 27 vjeç. 27 vjeç. Hengre në një përgjim, apo? Ka shumë mundësi, domethënë, unë kam qenë një djalë i shkafët që dhe kështu si burri shkafët vishesha Po pse kam qenë? Vishesha në të modën e asaj kohe dhe kur marrova shkollën, po kam përshtypje se dhe mund të ketë ndodhur, është shumë interesante për t'i ditë dhe unë nuk isha analist atëherë ti po ta tregoj. Jo, shikoj, një gjë më bën përshtypje. Po? Që duhet ju bëj përshtypje gjithëve. As nga sa kam një gjurë çfarë është diskutuar, sepse gjithsesi kjo punë çon tek hapja ose jo e dosjeve. Do flasim Ja, pak. vetëm këtë moment, Po? se që ta hapim edhe si debat. Unë nuk kam një gjuhë asnjë personalitet, asnjë politikan, asnjë historian, asnjë figurë të rëndësishme në Shqipëri që është kundër hapjes dosjeve. Pra gjithë janë, po, jemi për hapjen e dosjeve. Po kur jemi gjithë, po pse s'hapen më burr? Do thënë sepse ata që thonë duhet në hapur nuk e hapin. Kush e ka çet? Ati ku ka interesuar janë hapur dosjet, pa ati ku s'ka interesuar nuk Okej. hapur. Luela, Dosje, domethënë sa dosje nuk ekzistojnë dosjet mirëfilla, nëse ata që po thoni ju. okej. Luela, ti si gazetare kulture, do më ka bërë përshtypje kjo, pse nuk pati solidarizim ose komente në gazeta dhe në televizione, po themi mes kolegësh, kjo që bëri Admirina, se çdo gazetar do donte të kishte në vend të Admirinës. Sigurisht, ndoshta është edhe çështje egoizmi, xhelozie. Në radhët tona ekzistojnë këto pa çka se nuk thuhen. Nuk thuhen hapësi. Dhe cili është komenti juaj për këtë? Në lidhje me letrën, besoj se është letra e një njeriu që ka hyrë në një vorbull dhe përpiqet gjatë gjithë kohës të mos i afrohet fundit. Ndërsa në lidhje me intervistën me shkrimtarin, mendoj se është një intervistë shumë e mirë, e një njeriu me mend, që ka ditur të bëj ballë edhe një lloj hetimi apo përgjimi që i është bërë. Do doj vetë ta kishe bërë këtë shkrim. Sigurisht. Patjetër. Dorian, një koment së pari për të dyja dhe për letrën dhe për intervistën dhe pastaj. Meqense jemi në fushën e letërsis, do desha të thosha që është një ironi dramatike me pak fjalë ai sistem që thoshte njeriu është kapitali më i çmuar, nga ana tjetër i degradonte njerëzit në një farë fe të tillë kur dëgjonte lexon një letër si të Dhora Lekës. Kjo histori ka dy qasje, do thosha unë. E para qasje, nëse e marrim për të vërtetë, unë besoj se po momentin kur Kadare shkon dhe shikon që është një grua plakë që ka vepruar me kokën e ndet, duhet mendoj se ku e gjenin guximin këta njerëz për të arritur dhe për të krijuar. Pra, në disa shtresa të popullsisë ekzistonte ai mendimi që këta shkrimtarët ose ndoshta shkrimtari Ismail Kadare është dikush që patjetër duhet identifikuar dhe futur tek vendi ose te vata e armikut. Dhe kjo tregon le të themi një shpreh akoma më tepër asaj disidence kulturore që qoftë Kadare, qoftë edhe figura të tjera të asaj kohe arritin dhe kishin krijuar në gjithë aurorin e mendimit shqiptar. E dyta që është edhe akoma më e dhimbshme është pas viteve 90, sidomos për brezin tim, sepse unë 14 vjeç kam qenë kur është përmbysur komunizmi në 90-ën, që figura të tilla si Dhora Leka kemi arritur dhe i kemi në piedestal mban emrin e një shkolle. Ka patur emisione televizive. E di që ka emër rrugë, emër oficer sigurimi i shtetit? Unë e di që mund të ketë, sigurisht dhe për këto gjëra, të paktën gjëja më e dhimbshme është mund të jetë një rrugë që është, dhe unë e kam shprehur diku në një artikull për Ndrek Orinon që ka një rrugë, po të paktën ishte dikush që një general i sigurimit të shtetit dhe të gjithë njerëzia e dinin se kush ishte. Por këta njerëz, të cilët kanë krijuar dhe le të themi hynë në panteonin e vlerave kulturore shqiptare, do të thënë krijojnë një problematik më të madhe. Prandaj është shumë e rëndësishme
respektimi i asaj rezolute të Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian për hapjen e dosjeve, në cilën Shqipëria mund të flitet për çfarë do lloj standardesh që neve kërkojmë të arrijmë, kërkojmë të ecim ekonomike, mirë po bëjmë sikur e anashkalojmë një nga standardet më të rëndësishme, i cili është hapja e dosjeve dhe për të qartësuar drejt. Stalini kishte një shprehje shumë të qartë, nëse ke qenë një herë çekist, je çekist tër jetën. Dhe Dhora Leka dhe gjitha i brez, i atyre që e kishin filluar në, ku diun, ndoshta në brigadat partizane, ndoshta me OZ në Jugoslave, ndoshta me fillesat e sigurimit të shtetit, vazhduan për një jetë tërë, të ishin çekistë dhe të shërbenin asaj ideologjie. Kjo është pjesa më e trishtuar e gjithë kësaj historie. A jemi shoqëri me moral me këtë që ka ndodhur, sepse ne jemi vetëm vend në Evropën lindore, në Evropën në gjithë vendet ish komuniste, që nuk e kemi hapur dosjen. A jemi shoqëri me moral? Do të bëja një arsyetim tjetër. Që në rastet veçanta ne s'kemi patur pikën e moralit, e vërteton edhe rasti i Dhora Lekës. E vërteton jo pse ishte bashkëpunëtore e sigurimit të shtetit, po pse dhe kur i thonin të ikte, donte të vazhdonte të rritet, sepse mendonte si trampolin në shpëtimi sigurimin e shtetit. Si ai njeriu që fundoset, del në sipërfaqe, fundoset prap, edhe ka shpresë që duke mëshuar fundit të detit të mund të shpëtojë. Është një rast unikal, është një rast krejt i veçantë. Unë nuk di që njerëz të cilët kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, t'ju thonë ikni moraman, e të vazhdojnë të mbeten të kërkojnë, siç thuhet edhe në letër, ku përbetohet për besnikrin e madh ndaj partisë së saj. Jemi një popull me moral apo jo? Jemi një popull që kemi veset tona. Jemi një popull që kemi patur fatin e keq të përjetojmë një histori që në shumë raste, dhe jo vetëm në rastin e Dhora Lekës, i ka zvetënuar njerëzit, i ka zhveshur atyre edhe atë moral që kishin trashëguar nga të parët, nga prindrit, nga familjet, po unë nuk do të thoja që jemi një popull pa moral. Unë do të thoja që jemi një popull me një kujtesë historike. A jemi shoqëri me moral apo jo, se popull moral madh kemi ne. Aty jemi, shoqëria është populli shoqëria, besoj një përkufizim. Vim ke sistemi dhe morali, pastaj. Po unë do të thoja këtë. Kush është më i panuese? Në qoftë se do të gjykojmë nga aktet të veçanta, nga veprimet veçanta, nga pasiviteti që vërejmë në shoqërinë shqiptare për hapjen apo mos hapjen, apo për shtyrjen në infinit të hapjes së dosjeve, do të themi që ne kemi një moral të cënuar. Kemi frikë, nuk besoj të jetë ajo frika ka shumë e përfolur për vllavrasje, për fatkeqësi, për tragjedi kombëtare. Unë jam me Kadaren, ka ndodhur gjithandej. Ndoshta ne jemi një popull më gjaknxet se sa të tjerët, ndoshta ne hamin atë më shumë. Po nuk besoj të jetë tamam kështu, se po të hanim inat më shumë, do të kërkoni më shumë llogari njerëzit. Deri sot, dëgjoni, unë pyeta para se të fillonte programi, cili për këtyre oficerëve të sigurimit është gjallë. Dhe në qoftë se është gjallë, ai ka hyrë ferra në këmbë. Në qoftë se është gjallë, ai ka bërë njëri gjyq atyre njerëzve për atë që kanë bërë, sepse në qoftë se Dhora Leka është fajtore, këta njerëz çka kanë bërë? Kanë qenë shenjtorë. I kanë thënë mos u zhyt në lumin e spionimit, e kanë shtyrë ata. Ç'a bëhet me këta njerëz? Prandaj atë dënimin, hapjen e dosjeve dhe dënimin e kësaj të kaluara, unë nuk e shoh vetëm në njëra anë, e shoh në të dy anët. E shoh në ata që kanë shkarë për arsye të ndryshme dhe janë bërë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, po e shoh edhe tek ata që i kanë shtyrë këta njerëz, që i kanë detyruar këta njerëz, që i kanë nxitur këta njerëz të bëhen të tillë. Deshe një koment në ju, profesor? Po. Për këtë argument. Shiko, morali në këtë rast për një popull ose për një shoqëri është diçka tjetër, por ne mund të themi që kjo është një ngjarje e cila është orientuar edhe si drejtim politik, siç e tha Doriani, nga Parlamenti Evropian me një rezolutë të caktuar që duhen dënuar krimet e komunizmit. Në këtë rast nuk hyn morali dhe ne do të zbatojmë një orientim të caktuar të një shoqërie që ka një standard dhe drejt standardin ne duam të shkojmë. Edhe
Tjetër gjë pastaj është që politika shqiptare e të dy krahëve deri tani nuk ka dashur t'i hap dosjet. Ka bashkëpunuar me njerëzit që kanë pasur dosje. Në dy anët duhet këtë pasur njerëz që kanë qenë me dosje në atë kohë dhe cilët janë përdorur edhe në këtë kohë. Ka pasur njerëz deri në rang, deri në parlamentin shqiptar. Me shumicë. Edhe shkrimtar? Shumë shkrimtar. Shumë shkrimtar. Do me thënë shumë. Unë po të them që shkrimtarë shqiptar që kanë bërë letra kundra njëri tjetrit, po të zbulojnë dosje do të jenë shumë. Do ndodhë tragjedi? Nuk ndodhë asnjë tragjedi. Asnjë tragjedi. Mua më bie keq sepse shteti shqiptar e ka ditur që Dora Leka ka qenë e këtij kalibri. Para se të vdiste. Jo rehabilituar, pse I dha një dimension? Ja ta them përse e kurani saj ministri I fundit, por para se të vdes ka dhënë një intervistë shumë të gjatë. Dhe ka thënë që ajo ka qenë agjente jugoslave, ka pasur deri marrëdhënie intime me një kërtiç sekretar ambasade, është filmuar edhe është dokumentuar fotografi dhe përgjuar me fakte në Dajti, dhe të gjitha këto janë në arkivat e Ministrisë në Sigurimi të Shtetit. Kjo gjë dihej, megjithatë ajo bëhet deri kombit nga presidenti I këtij vendi. Megjithatë ajo mban emrin e një shkolle në Tiranë, shkollë 8 vjeçare dhe sot është me emrin e saj. Do shteti shqiptar nuk është një shtet që s'ka arkiva. Ka arkiva, por nuk do t'i hap. Tjetër gjë, kjo grua u lejua të thotë që mua më ka marrë Ismail Kadare me qarë. Bile ja shkruar në gazetë kush e di sa. Kjo është merë. Shkrime. Ajo ka bërë tani spion, ka qenë spioni e tij. E ka futur në kurth atë dhe ajo pse akuzon prapë dhe tani. Pse? Ajo mendon se këto dosje të letra s'do hapen kurrë. Dhe shteti shqiptar në këtë rast e ka deformuar dhe ka vazhduar të deformojë. Dhe ka pasur ndërgjegjen e shumë njerëzve, edhe ka dashur gjithsesi njerëz të kenë akuza, sepse është shumë I lehtë që të akuzosh, ka deri ata një shkrimtar mund të akuzosh shumë lehtë. E tha. Gjë më lehtë për ta dëmtuar një shkrimtar. Se, jo për ta akuzuar lehtë. Çfarë I gjen shkrimtarit? Po, shiko, shkrimtari duke qenë figurë publike, ti mund të gjesh diçka atje. Mund të gjesh diçka në biografinë e tij, mund të gjesh diçka në familjen e tij, mund të gjesh diçka në veprën të papëlqyer në veprën e tij. Dhe ti për veprën e ndeshkon dhe godet atë, nuk e godet pranë të tjera. Anë të tjera I përdor si shkop për të dëmtuar veprën e tij. Okej, publicitet rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit, Admirina. Tani, ky ishte një denoncim nga dhjetra, qindra, mos themi mira, se ishin letra ndaj Ismail Kadares. Ti dhe unë në punën tonë kemi parë nga denoncime dhe akuza nga më të ndryshme ndaj Ismail Kadares. Tani, çka kanë këta njerëz? Si e ka mundësi domethënë kanë sulmuar kaq shumë këta shkrimtarë? Se duke biseduar me zotin Kasarua kur po futeshim në studio, qeshi zoti Kasarua tha se s'më vajti mendja. I thashun, mos është pak njerëzore kjo, thashun se njerëz ishin ata që kryqëzuan dhe Jezu Krishtin, I thashë, dhe Ismail Kadare ne që mërë me gur. Unë nuk e di sepse ndodhin. Ndoshta ndodhin vetëm për faktin e vetëm që ka shumë gjëra për të fshehur dhe kjo është mënyra për ta kanalizuar gjetk vëmendjen. Po? Pse? Thatë më përpara që Dora Leka u nderua me çmime, ju dhanë në rrugë. Cili presidenti ka dhënë? Nuk e di, nuk jam interesuar për këtë çështje. I kanë dhënë në rrugë, shkolle, I vurë në sken opera. Operan, po. Që e titulluan pastaj Një jetë në stuhi, edhe u bën komente në media dhe për këtë më vjen keq sot. Ndoshta edhe unë mund ta kem riprodhuar atë koment nga drejtues të operas më përpara, që është pasqyrë e jetës dhe vujtjeve të Dora Lekës në diktaturë, kur ajo e thot me gojën e vet që është një vepër që ja kushton te Enver Hoxhës. Pra të vërtetat manipulohen aq pa vitin kur është vënë në skenë. Duhet të jetë vënë në 2007 ose në 2009, më duket në 2009. Një fondacion, ka qenë një fondacion. Edhe një fondacion. Kjo do të thotë që manipulohen aq shëmtuar dhe aq thellë të vërtetat në këtë vend sa edhe sot.
Sot ndodhin. Sot besohet manipulimi dhe jo e vërteta. Pse nuk kërkoi ndjes Dora Leka kur e dinte, nuk kishte pse të kërkonte ndjes. Edhe këto, ndoshta edhe këto tituj dhe këto nderime, prandaj janë bërë, sepse ajo kishte diçka të fshehtë që mund ta thoshte në një moment. Ndaj kujt? Ndaj sigurimit të shtetit. Ndaj unë kam bërë këtë sepse më kanë shtrënguar, sepse është e vërtetë dhe mua më kanë thënë shumë fakte rreth vuajtjeve që ajo ka hequr nga njerëzit e sigurimit. E kanë përdhunuar, e kanë lënë në mes të rrugës, në mes të natës, të zhveshur. Çfarë nuk i kanë bërë? A ja kanë bërë këtë për ta bërë bashkëpunëtore, apo ja kanë bërë këtë për të nxjerrë një sekret, nëse ajo ka qenë agjente e huaj apo jo? Kjo nuk e di, këtë nuk e di. Kjo ndoshta fshihet pikërisht ato dosje që rrinë të ndryra në arkivat e Ministrisë së Brendshme. Qartë. Po kjo është. Prandaj ndodhin sulmet Landi për të kanalizuar në një vend tjetër, në një anë tjetër, të vërtetën, për ta fshehur të vërtetën. Në këtë vend gjithë lufta bëhet për të fshehur të vërtetën. Zoti Muça, ne shkojmë ku shkojmë edhe te hapja e dosjeve, aty rrotullojmë, po mund të ngelemi këtu te këto sulme. Ajo është, pa diskutim, po ka pasur dhe akuza nga më të çuditshme ndaj Ismail Kadares, duke u futur në studio, më shkruan edhe njëri në Facebook. Ky që ke marrë një intervistë ka thënë që ata ishin jashqitja e kombit, ata që quhet në ambasada. I thashun ma je se kam 24 vjet që kërkoj dhe nuk e gjej dot se do ta botoj. Po pse tha ti se ke dëgjuar? Do të thonë, e kupton domosdoshmë ku shkojnë akuzat se do të thonë kjo është absurde. Kam dëgjuar unë te lagja që ka thënë Kadare kështu. Para se të japi një koment, do ta rikujtoj një herë atë intervistën e Kasem Trebeshinës. Ajo ishte një nga arsyet që unë vendosa ta botoj këtë material. Ishte një intervistë në revistës Klan përpara disa viteve, ndoshta që në 2006 në 2005. Dhe e akuzon Ismail Kadaren si bashkëpunëtor të sigurimit. Dhe thot, nëse doni ta zbuloni këtë, thot, shihni dosjen time në filan vend ku është bërë internimi im, dhe shihni dosjen e Dora Lekës se çfarë ka bërë ai kundër Dora Lekës në Berat. E kundërt. Domethënë kjo më tronditi, pastaj thash e vërteta është këtu, e zeza mbi të bardhë, dhe në media dhe në intervista ne vazhdojmë të riprodhojmë çfarë thonë njerëzit dhe i marrim të mirëqenia. Kjo është e frikshme, domethënë, të ngresh 25 vjet Shqipëri mbi gënjeshtra, mbi manipulime. Po ka luftoj edhe Skënderbeu nga 25 vjet, mendoj se nuk duhet ta reduktojmë ose ta mbajmë debatin tek jo, shumë e rëndësishme kjo që dikush thotë ai ishte, dhe në fakt ishte ai. Pikërisht këtë po duhet. Unë kam parë dhe dosjen e Kasem Trebeshinës. Kam pasur rastin ta shoh. Edhe di çfarë ka atje tek ajo dosje? Çfarë ka? Është vetëm një tregim që Kasem Trebeshina shkruan për Kadaren dhe ironizon me një personazh që e quan Kadarek. Kjo është. Nuk ka asgjë tjetër në atë dosje. Kam parë për kuriozitet këtë gjë. Po, dhe ky Kadarek është shkrimtar i lidhur me të huajt, është një njeri. Është një tregim i atij, domethënë është riprodhim i fantazisë së atij. Kjo përbën një akuzë për një shkrimtar, po flas për Kadaren, po të tilla gjëra janë bërë për shumë shkrimtarë të tjerë, edhe për shumë artistë të tjerë, që janë marrë në qafë në teatrin e operës është bërë kërdia. Të gjithë e di. Po, nisem nga kjo e fundit që tha Admirina, mendoj se s'du ta reduktojmë debatin tek Dora Leka, Ismail Kadarek, le të shërbej si piknisje për të treguar se çfarë kemi qenë, kush ka qenë ai sistem dhe çfarë jemi, sepse akoma nuk jemi aty ku duhet jemi. Kjo pjesa e Kasem Trebeshinës, kjo është një duel i gjatë në distancë midis Kasem Trebeshinës dhe Ismail Kadares. Këtë e përmend edhe tek ftesë në studio që në 90-ën Ismail Kadare, domethënë bashkë me dy edhe ata personalitete të tjerë. Do doja që të ishte një përplasje ose debat gjigandësh, po s'ka arrit me këtë, siç ka qenë fjala vjen Noli Konica dhe në gjitha vendet, edhe vendet e zhvilluara ndodhin debate ose përplasje edhe shkrimtarësh të mëdhej, siç ndodhin përplasje politikanësh të mëdhej. Ka pas deri diku, ne kemi pas debatin Qosja Kadare, po edhe kjo ndoshta jo në nivelet barazvlefshme, kurse në rastin e Kasem Trebeshinës dhe Kadares, besoj se ose mendoj se nuk kemi tamam një debat të njëjtit nivel, kështu që nuk duhet komentuar gjatë. Lidhur me pjesën e pse sulmohet Kadare, po normal populli thot pema që ka kokra do gjuhet.
Shumë folklorike kjo bashkim. Jo, ta kalojmë shkencore pak. Po, këta gjuhën e para është gjelozia, e dyta çmira, e treta njerëz që duan fitojnë vlera nëpërmjet spekullimit duke gjuajtur njerëzit e mëdhej. Pra kërkojnë që t'ju dali emri, që s'të njeh njeri fare, po mos është ajo bashkim që tha Kadereja që unë kam bërë shumë armiq sepse kam kërkuar vazhdimisht hapjen e dosjeve se e tha jo, unë thash që nuk ka personalitet në Shqipëri që nuk kërkon ose nuk thot të hapen dosjet. Që nuk besoj që është kjo pavarësisht, mund të jetë, po jo e gjitha. Pa nuk besoj që armiqësia ndaj Kaderes është fakti që ai ka kërkuar hapjen e dosjes. Hapjen e dosjes po tjetër gjë ta thuash të hapen dosjet, dhe tjetër gjë të kesh në dorë mos i hapësh dosjet. Personalitetet politike shqiptare nuk janë deklaruar kundra, por se kur e kanë pasur në dorë se kanë bërë në këtë mori diçka tjetër. Është tjetër punë ta thot profesori, ta them unë, ta thoni ju, ta hapen dosjet. S'kemi gjë në dorë. Dhe është tjetër punë, ta thot ai që është në krye dhe nuk e bën. E kanë thënë edhe e ka pasur iniciativa, biles është miratu ligje janë anuluar, e kanë thënë kryeministra duke qenë në detyrë. Ish kryeministra, gjithë po e thonë, më gjeni një personalitet publik, nuk jam për hapjen e dosjeve se kam qenë unë ose kot, nuk jam sepse nuk justifikon. Unë nuk mendoj se do të ishte qesharake që të besosh që do ketë ndonjë tragjedi, po nëse hapen, po nëse nuk hapen, drama vazhdon. Do pastrohen shpirtat e njerëzve. Drama po vazhdon, Shqipëria po përjeton zhvillime dramatike, vazhdon të jetë vendi i fundit në Europë. Lidhjen u hapën dhe nuk pati. Ndërsa edhe diçka tam. Fakti që kjo letër bë përshtypje lidhet me shkrimtarin më të madh shqiptar gjitha kohërave, po dhe me shkrimtarin më të madh të asaj kohe, se Kaderej në moshën 30-31 vjeç aso kohë, ishte shkrimtari më i madh i Shqipërisë. 25 vjeç ka shkruar generali Shpirtdegur, 25 vjeç. Dhe mas 2-3 vjetësh u botuan perëndim dhe gjë që interesonte edhe regjimit po është histori tjetër. Domethënë, ky fakti që kemi të bëjmë me përpjekjen për të rekrutuar, për të bërë një kurs personalitetit më të madh kulturor të kohës, nuk ka se si mos bëj përshtypje, por siç e thash, nëse do të hapeshin një ditë dosjet dhe këta letra do të jenë akoma në vërkam, Shqipëria do përjetonte për një farë kohë një periudhë çuditërash, domethënë, po kjo mendoj se do ta pastronte më tepër shpirtin, mendjen e njerëzve. Se sa ka ndodhur këto 24 vjet. Ndërsa deformimi i njeriu deri në atë shkallë sa një personalitet i kundërvijhet në këtë farë forme, mendoj se është pjesë e atij sistemi i cili pra unë jam prej atyre që besoj se sistemi e imponon moralin dhe jo e kundërta. Luela, kam këtë pyetje, tani me atë që tha Mirina që edhe ne gazetarët kemi bërë gabim kur dikush thot një akuzë, po ajo nuk është e dokumentuar. Po nuk kemi mundësi ta vërtetojmë dhe ne thjesht do ta çojmë te publiku atë që dëgjojmë Blandi. Kur të kesh raste të tilla, fjala vjen një shkrimtar del nesër, hajde Luela thotë se unë do jap një intervistë të fortë fare dhe thotë Ismail Kadareja gjendi sigurimin, siç bëri, ç'do të bësh? Ne kemi në dorë vetëm të botojmë, përcjellim zëra. Po tani edhe në këtë rast kështu do bëjmë, kështu do përsërisim. Thash pa që janë problemet e mendjes këto, jo dokumente. Në rasteve kështu ndodh. Në raste të rralla shkohet më tej, hetohet, po është koha fizike që nuk na. Sepse shiko çfarë ndodhi në rastin e Dhora Lekës. Ndodhi një gjë që po ky është një rast specifik Landi, është kur po flasim përsëri për Kaderin. Në kohën kur arkivat janë të kyçura, arkivat e sigurimit. Jo, domethënë ky është këto janë dosje të deklasifikuara, nuk ka ndonjë sekret këtu. Por 1 në 4 ka qenë agenti i sigurimit dhe 1 në 4 shqiptar. Po në këtë kohë që këto janë nuk e nga ta si mund ta vërtetosh, që ai flet, ka thotë të vërtetën apo nuk thotë të vërtetën. Ti je gazetar. Kështu e shfrytëzon këtë. Prandaj e thot, ai e shfrytëzon sepse e di që nuk i del, nuk i hyn gjem në këmbë. Megjithëse mund të dalë një gjem që mund të hyjë në këmbë një ditë, por mund të dalë edhe shumë vonë. Mund të dalë edhe shumë vonë. Po flasim për një dokument, pak a shumë letër autentike. Jo me Kadarin, po edhe me shkrimtar të tjerë. Me shkrimtar të tjerë po. Ju keni pasur raste që kanë pasur akuzat ndjesë? Ka pasur. Shkujtime. Mund ta kujtoni? Ka pasur plot. Dhe madje ka pasur edhe nga ato raste që kanë tentuar që të mos publikohen. Si ta japin si informacion? Si informacion, ta japin si informacion, por nuk duan ta riprodhosh vetë, mos ta citosh. Si keni vepruar në rastet? Të mos ta citosh.
jam munduar që të bëj më të mirën time dhe ta vënë emrin tim. Sigurisht pa cënuar emrin e askujt. Dhe një pyetje tjetër po me Kadaren. E tha Admirina se ne si gazetarët vjetër me Admirinën kemi parë lloj fushatash për Kadaren. Sa vjen vjeshta? Fillon vjeshta, aty fillojnë pastaj sulmet fushat ndaj Kadares. Çfarë ka bërë? Ka bërë përshtypje diçka e veçantë punën tënde pikërisht në këtë fushat anti-Kadare? Asgjë, janë sulme që i bën një shkrimtari, një njeriu të madh. Janë sulme që në përgjithësi i takojnë edhe i afishohen mundjeve të mëdha. Mundjeve të mëdha i afishohen gjithmonë tilla debate i sulme. Dorian? Tani, unë do të thoshe që Kadare sulmohet gjithmonë sa herë që arrin dhe shqipton të vërteta të mëdha. Rreth kësaj gjendje edhe demokraci shqiptare në këto 23 vjet. Mira po keq, Shqipëria nuk e ka patur luksin siç mund ta kenë shkrimtarët e tjerë në Perëndim, që të merren vetëm me letërsinë ose me krijtarinë letrare. Por në kapërcimin e këtyre viteve ndryshimeve u desh që një pjesë e madhe intelektualëve të saj, ku padyshim zoti Kadare është një nga ata, të kontribuojnë dhe të ndërhynin. Dhe gjithmonë ndërhyrja që ka qenë e zotit Kadare ka qenë për të qartësuar më qartë këtë vorbull dhe gjithë këtë lloj balturine morale në të cilën kishte rënë shoqëria shqiptare. Dhe është vërejtur që sa herë që ka intervista, unë nuk bëj pjesë, nuk hyn në ata që besojnë teoritë e konspiracionit, por që sa herë që ka intervista në të cilat kërkohet hapja e dosjeve, në të cilat kërkohet një parametrat e tjerë morale të shoqërisë shqiptare, atëherë prodhohen fushata të cilët unë do t'i quaj më tepër linçime cinike se sa fushata, domethënë duke arritur dhe duke e kaluar debatin. Shumë qesharake ajo që ndodh me Kadaren, po ta shikosh edhe me vende të tjera, sepse kur fillon dhe shkruan për letërsinë, i kujtojnë domethënë dëgjot episode shumë anësore të veprës së tij, të cilat që nuk kanë lidhje, të cilat fillojnë dhe janë ngrënë pivestar dhe thonë, "Të lutem, po ti ke shkruar kështu." Kur zoti Kadare fillon dhe flet për Kosovën, i kujtojnë incidente të tjera duke i thënë që shiko, ti je shkrimtar dhe nuk je një studius. Na lër ne që jemi studius të vërtet të flasim. Kur fillon dhe flet për qëndrimet morale, dalin sociologë të tjerë që i thonë, "Të lutem, ti je shkrimtar." Kur ai kthehet te letërsia i thonë, "Jo, ti nuk je një shkrimtar, por na lër ne të flasim." Pra, neve mund të bëjmë gjithçka në këtë vend. Nuk i ka thënë ndonjëherë njeriu. Jo, në kuptimin që na lër. I kanë thënë këto vitet e fundit po shkruani, ti po shkruan. Ka një shkruan. Ka një akuzë e cila është akuza më e madhe kjo është, ti ke bërë vepra deri në 90. Është një akuzë shumë diabolike, është një akuzë shumë diabolike me të cilën nuk janë flitet për majat i ka normal para 90. As edhe një studius i letërsisë me të vërtetë, sepse ka të kaluar pra në shtypin e përditshëm, sigur veprat më të mëdha të këtij shkrimtari janë para viteve 90, pra u dashka një diktaturë që të prodhojnë vepra, sepse tani në liri Ismail Kadare nuk po prodhon. Më dhe është i të kaluar. Pyetja ime është, a ja ka lexuar? Kur në të vërtet? Pra, kjo është e vërtet. A ja ka lexuar? A ka lexuar? Po ka monument më të madh se sa mos marrëveshje? Qoftë mos monument, qoftë vepra e tij edhe shumë të tjera. Qoftë gjitha romanet, qoftë biptiket me Agamemnonin dhe me edhe pastaj jeta e Lul Mazrevu. Pra, është një botë, vajza Agamemnonit, është një botë universale. Do të thënë, pse për shembull mas të 10-s në fakt duhet pyesim a ja ka lexuar, më thënë drejtën. Patjetër. Sigurisht edhe kjo gjë. Nëse e ka lexuar. Se Darka ka gabuar pastaj që para 90-s i kanë pas me detyrim. Është që në këtë kohë bashkohen gjithë, mund djesh nga antikomunist deri në komunist të thehur. Kjo është një spektër shumë i gjatë në të cilën papritur e gjitha keqja shqiptare bëhet bashkë. Pra, nëse ka ndonjë gjë që i bën bashkë gjithë njerëz, është fushata e Luçit Kadares. Dhe është për të ardhur keq. Zoti Kasorua, mirë këta që shkruajnë në Facebook dhe tha Doriani që kanë një fushatë dashakese. Jo, shkrimtarët e lartë ata kanë dërguar deri letra në Suedi. Kush aleanca shkrimtarëve mes njëri tjetrit? Ku është kjo klasë shkrimtarët që deri në 90-ën e kemi pasur shkrimtar, po të themi të mirë, ndërsa mbas në 90-s kemi shkrimtarë edhe shkrimtarë që shkruan për fshatin, shkruan për historinë e fisit në fshat, dhe botojnë libra pafund. Po shkrimtarët ku janë ata? Pse nuk dalim? Pse nuk ka njerëz që të krijojnë ato aleancat intelektuale, jo thjesht aleanca se hajde po mbrojmë Kadaren?
Unë besoj që nuk e din nëse është saktësisht ku janë shkrimtarët, nuk besoj se janë zhdukur shkrimtarët. Po ku janë shkrimtarët që mbrojnë Kadaren? Më falu. Ka nevojë. Jo të mbrohet në kuptimin, jo të mbrohet në kuptimin e asaj që Mbrojtja sikurse dhe sulmi janë të panatyrshme, nuk ka pse të ndodhin. Që thotë jam më i mirë se Kadaren në Shqipëri. Jo, kështu që Jo, ka plot. ja ta lëm zotin. Pati një thënie, një konkluzion mund të thosh ose një gjetje shumë e mirë e admininës që tha që ndonjëherë në këtë vend shihet e vërteta, nuk besohet e vërteta dhe manipulimi shihet për i vërtet. Unë po ju them, gati kështu një dëshmi personale, unë kam qenë në Berat kur i ka ndodhur kjo Ismail Kadares. I qarkulluar keni qenë ju? Ismail Kadare ka qenë gazetari i gazetës Drita, në Berat i dërguar gjoja në bazë për të njohur bazën se kishin filluar këto kinezërit të shkojnë shkrimtarët në bazë e për të njohur jetën. Edhe Kadareja ishte redaktor, edhe kishte një dhomë të vogël në një hotel, në një apartament në Berat që atje banonte. Te na thujti, që ka ma... Tani të tjerë shkrimtarë këshin quar. Këtu i virin ato letrat e famshme, fille letra erotike, romantike, këtë ju, sa filluan të bëjnë letra pastaja komplotistësh e tha. Kjo është mirë, po kur e thoshe këtë gjë, që kjo ngjarje ka ndodhur, dhe ajo ka provokuar Kadaren, mua më thoshin, kush e prek Ismail Kadaren? Atë të ndjerën, të shkretën që gjeti. Ajo e pësoj sepse e debaskuan dhe e quan pasaj në seman. Jo Kadareja, është futur në kurth dhe ka dashur të mberet më qafë në sigurimi i shtetit, po Dora Leka e ka pësur në Ismail Kadareja. Ka që përmbys ka qenë realiteti. Ka që përmbys ka qenë, sa që ti nuk guxoje, nuk thoje do të vërtetë dhe është jaut, a ti po mbron Ismail Kadaren. Ti je me atë, je njeri i thari Ismail Kadares. Po mirë, unë jap një dëshmi, unë kam qenë atje. Po kështu akuzojnë juve që ti je i thari Ismail Kadares. Nuk është problemi, nuk e kam ish problem këtë punë, por është vërteta që disa janë, mua më vjen mirë që një dokument e tillë. Na jera anë ky dokument vërtetoja atë që 10 vjet, 20 vjet, ky njeri ka mbajtur një akuzë të kot për këtë gjë. Edhe pa pritur, pa kuptuar, del një dokument, ja jo zbulon. Shumë rastësisht. Shumë rastësisht. Po, ju kërkojnë ndje se ju ndërprejnë, po? Pyetja ishte një qikë shumë, edhe në pozitë të vështirë. Nuk është se s'ka shkrimtarë, shkrimtarë ka që s'ke më të punë. Ndoshta ka ndryshuar pak edhe raporti i shoqërisë shqiptare me shkrimtarin. Dikur, edhe ndihmuar edhe nga shteti atëhershëm, nga pushteti atëhershëm, figura e një shkrimtarit, figura ti që shkruante, përkraje nga shteti, sepse ishin inxhinierët e shpirtit si pas Stalinit, përkraheshin nga shteti, propagandoj vepër atyre dhe vetë ju kishin një farë vendi, një status, që sot nuk e kanë më, në kuptimin që shoqëria shqiptare është zhvilluar aq shumë, lexon shumë më tepër, qoftë shtyp të shkruar, qoftë virtual, ka dhe diçka tjetër, besoj. Çfarë? Sot është të vështirë të mund të krijosh në kushtet e një rivaliteti, domethënë mund të krijosh diçka me vlerë në kushtet e realitetit. Unë vëre diçka. Tek ne lulëzon më tepër poezia se sa proza. Unë shoh poezi të bukura nga autorë të njohur dhe nga të rinj, nga debutant. Prozë shoh shumë pak. Sidomos prozë të gjatë. Prozë e gjatë sikur ka filluar të humbasi. Në një tërgim tek tuk edhe haset. Mbetemi te poezia. Nuk e di, është karakteristike e jona, e popullit tonë, se një popull këngëtar kemi qenë të rjetën e jetës. Ne kemi kënduar në hallë, kemi kënduar edhe në gëzime. E ndoshta kjo është reflekti. Po kemi kënduar për vete, jo për të tjerët. Po për të tjerët, në çfarë? S'na ka vlerësuar njëri këngën tonë, profesor. Cilën këngë? Këngën të kënduarit tonë s'na ka vlerësuar njëri. Nuk e pata për këngën melodike. E pata për këngën si tekst, se rapsoditë tona janë të njohura, besoj gjithashtu, sado që ekziston ajo gare famshme, nëse Mujo dhe Alili është me origjinë shqiptare apo është me origjinë serbe, sepse edhe deri këtu kam rritur puna, të na i përvetsojnë.
Po unë besoj që poezia jonë, qoftë folkloristike, qoftë e përpunore, sot është më e zhvilluar. Sot zhvillohet të paktën. Edhe për faktin se nëse dikur ishte monotematike, sot nuk është më e tillë. Mërlani kishte fjalën për një komunitet shkrimtarësh. Nuk ka komunitet shkrimtarësh. Do më thënë, revistat që i bëjnë bashkë, ose rruet e klubeve që i bëjnë bashkë. Sikurse nuk ka komunitet gazetarë, sikurse nuk ka komunitet. Ato më tepër janë krajinor. Jo, të kuptimin tjetë komunitet tjetë vërtet, jo tjetë për shembull kështu lidhje të vogla, kokë për kokë. Pse mungon solidariteti? Ndoshta është një gazetë, ndoshta jeta dikur ka qenë me kolektivizuar, ishte edhe me drejtuar, kishte gazeta, kishte lidhje, ishte një organizëm i tillë që punonte. Me thermimin e atij lloj organizimi është shumë vështirë pas në këtë periudhë të lirisë që të krijohen organizime. Atëherë po i riformuloj pyetjen. Pse atëherë po të bëj një pyetje të drejtë për drejtë? Pse atëherë thonë ose akuzojnë ose e shprehin që Sadik Beko është shiftar i Kadarezve, prandaj se ai e mbron atë, ndërsa një X tjetër, s'po e përmend emrin, ai nuk është shiftar i Kadarez, ai është armik i Kadarez. Çfarë është kjo ndarje një? Se e tha Mirina, s'ka nevojë të mbrohet Ismail Kadarez. Ta them të unë. Shikoj si është problemi. Ibrahim Kadriu, është një shkrimtar romancier i njohur në Kosovë, ka botuar një bisedë të bërë me një romancier të njohur, edhe shkrimtar dhe gazetar të njohur në Kosovë, me Ramiz Kelmendin. Dhe thot, që thuhet me kritikën i thot Ramiz Kelmendit, thot Ramiz Kelmendi, unë e di thot se cili do të shkruaj për romanin tënd, e cili do të shkruaj për librin me poezi të Dorianit, e cili do të shkruaj për librin me publicistik të Bashkimit. Sepse janë bërë shokët, shkruajnë për shokët. Nuk kam, domethënë, tani duke mos qenë më. Ky është kolektivitet më i bukur. Ky është lloj kolektiviteti rrjetet sociale të promovimit një tjetrit. Po, tani nuk ka ikur ajo, për shembull kritika e revistat të që ishim me kritika, revistat e mira, nuk e di. Ka nevojë për një lidhje shkrimtar, lidhje, emrin venja sa dush. Kemi shumë shoqata shkrimtarësh, kemi lidhje gazetarësh që nuk ekzistojnë, kemi shoqata grash që nuk ekzistojnë, kemi shumë shoqata që sa më tepër se po, jo, unë dua të thoja diçka këtu lidhje qendrore që ndoshta të ketë edhe një subvencion edhe me vlera morale që neve mbartin. Kur vjen puna për shembull, Ismail Kadare është deklaruar në intervistë dhe ka thënë i vetmi shkrimtar disident në Shqipëri, ka qenë Trifon Xhaxhika, i cili është pushkatuar dhe ka thënë do t'i vë topat Komitetit Qendror. Pra, ky njeri kishte, tani nga që e ka thënë Ismail Kadare këtu arrit deri te çmenduria që Trifon Xhaxhika pothuajse është anashkaluar si vjeta e kishte 60 vjetorin e pushkatimit të tij. Edhe shikojmë dhe një çudi të veçantë, pra shikojmë njerëz si Trebeshina, si Dora Leka, të cilët dalin me rolin e disidentit. Domethënë, deri këtu ka arritur sfumimi i së vërtetës, domethënë në Shqipëri. Dhe kjo është një nga problemet më të mëdha që ne rahasim si shoqëri. Dhe është puna që jo vetëm Kadarem, por edhe një pjesë të madhe të komunitetit, të shkrimtarëve të cilët flasin ose që thonë të vërtetat, nda ka ardhur koha që ne të dëgjojmë dhe të fillojmë të bëjmë një çmitizim për këta figura. Keni në mendje ndonjë figurë që duhet ta bëjmë këtë çmitizim? Po duke filluar që nga Trebeshina, duke filluar që nga Dora Leka, që nga heqja e emrit të Dora. Nëse kërkuam që gjetëm para disa vitesh që ishte emri i shkollës së Axhi Qamilit në Sharr, domethënë, e cilën e zbulove. Vetë në emision e kërkuar, atëherë kërkuam për ta hequr, e njëjta gjë duhet të ndodhë tashmë edhe me shkollën Dora Leka, besoj. Dhe na ishte kaq e thjeshtë zoti Kasaruo sa u them gazetarëve kur bëja gazetën Tirana Observer që sot është përkundër një ditë me vdekjen e Axhi Qamilit që ishte ngjallë. Dhe thash, aty në fshat si e njohin ose si e perceptojnë tani historinë e tij, duke qenë se ai ka pasur dy periudha. Ka qenë heroi i popullit dhe tani që nuk është heroi i popullit. Dhe gazetarët të tronditur marrin telefon thotë jo vetëm tha që këtu tha i vazhdon të heroi i popullit, po shkolla e rikonstruktuar, mban emrin me firmë vul Axhi Qamili dhe buz në obor të shkollës. E kupton domethënë? Axhi Qamili s'kishte lidhje me dosja ai profesor. S'kishte lidhje ai. Me dosjet e sigurimit s'kishte lidhje. Kështu që ky është më shumë është edhe një mentalitet, Ne kemi. Nuk e duam të në 2008 dhe ministri i arsimit ishte Gen Fo, i ati të cilit është dënuar pikërisht për figurën e Axhi Qamilit.
përmenda Gjemilin. Më kujtohet një studim i botuar të buletini historik e Akademisë Shkencave, i shkruar nga Alex Buda. Në cilë vit? Një studim i gjatë që e nxirrte Haxhi Gjemilin si Pugachovin e Shqipërisë. Sepse i mungonte Pugachovi i Shqipërisë dhe Alex Buda na nxori. Nuk e di. Do kam ja hek emrin edhe Aleksit të shi. Kur no? Se ka dhe Alex Buda i shkollë. S'ka lidhje fare kjo. Po bëj shaka, po ai sistem dikë më shumë, dikë më pak gjithë i ka bën nga pak pistë. Dhe duhet pa se sa vlera ka një personalitet dhe nuk ka njëri tërësisht pastër, tërësisht skanuar përfshirë këtë dëmë, përfshirë e Kadaren, për shumë. Me Kadaren mund dhe mi shkroj për këte shqiponjat për pasojat që ka sjell dikush, janë të mëdha bashkim, faktë që për tolerueshme, pra, janë diskutime që kërkojnë profesionalitet, dhe kur diskuton një figurë, nuk e kam fjallën për këtë që ka shkruar këtë letrën, por domethënë nuk mund të nxjerrësh një figurë 100% të pastër dhe nga të gjitha këndvështrimet të pastër. Dikush e shikon me po, janë vlerësime që duhen kujdes. Po, do t'i rikthemi edhe një herë asaj letrës, atij dokumenti. Ne duhet kuptojmë se pse duhej shurvejuar Kadare në 67. Çfarë kishte bërë? Sepse e thot Kadare, ishte përgjimi, ishte modeli i sistemit se duhej Kadare. Ishte një shqiptar i papërgjuar, ishte pa vlerë. Kadare kishte votuar generalin e ushtrisë së tekur. Dhe kishte votuar jashtë. Jo, në këtë moment. Jo, akoma, në 71-shin. Jo, ishte votuar në profesor? Jo, 67-ën që nuk është përkthyer Berat ka votuar generalin. Ishte votuar. Është votuar generali. Nuk është përkthyer në 67. Po jo në Francë. Mund ta kesh. Ka që votuar në Shqipëri. Në Berat. Po është votuar në 71. Ismail Kadare atë vit nuk e di ka votuar Romani Kështjella, po nuk e ka votuar sepse ka qenë në 72-shin. 72-shin. Ja vetë përgjigjen tani. Sepse duhej përgjuar. Sepse ishte e rëndësishme. Publicitet rikthemi pjesën tjetër. Sepse duhej përgjuar. Se jo duhet. Faleminderit, rikthemi në pjesën e fundit të emisionit. Ky është një denoncim që është bërë ndaj Ismail Kadares. Unë e disponoj këtë të gjetur natyrisht në arkiv. Në vitin 1958, për një nga poezitë e tij të famshme të njohur sot për Argjiron, dhe që mund ta merrte me qafë Ismail Kadaren edhe kjo, po themi, ankesë, analizë për këtë poezi që e quan me gabime ideore. Dhe ardhmja e talentit Ismail Kadaren me të vërtet mund të shkonte dëm. Është me të vërtet për të qeshur dhe për të qarë se si denoncuesi mendon që ky shkrimtar, ky poet i ri me emrin Ismail Kadare, thot që po boton me titull një princesha Argjiro, ka deviacione, thot, të rënda poetike e të tjera. Është me të vërtet dhe historike, po Adbrina. Se kam lexuar. Ka botuar është një nga studiuesit. Do të thënë dini emrin, unë s'e di emrin, se këtu se ka emrin. Ai zoti Lefter Dilo dhe këtu ka ndodhur Lefteri ju përmend emrin. Ja, pranoj ka thënë. Ai ka qenë një studius i historisë, drejtori i muzeut të Gjirokastërës dhe kështu me radhë, i cili është munduar, do të drejtori i muzeut, i cili aty rëshket, le të themi, në kuptimin nuk arrin të bëj qartë dallimin midis fiction, krimtarisë dhe historisë. Dhe kërkon që edhe në histori, pra të paktën të citohet ose të jetë sipas të gjitha kronikave se çfarë dhe tek dhe pra ka një ngatres, ka një xhelozi, ka diçka. Mos harrojmë skena e zakonshme provinciale shqiptare, domethënë e vitit 58. Ashtu është siç thot ai. Por ai ka qenë njëri me shumë rëndësi në Gjirokastër, i njohur personal i Enver Hoxhës, Lefter Dilo, ka qenë drejtori i muzeut. Ky ka bërë. Po. Ajo është e njohur si gjë. Ajo si poem, ajo ka një rëndësi. Ja mund ta lexosh, është shumë interesant. Nuk kemi në lehtësi shqipe në një vepër princesha, konti. Zakonisht nuk lejoheshin titull. Ti nuk mund të bëje vepër kohën e komunizmit me titull për shëndreti filan. Princi Hamlet. Mund ta shkruajë Shakespeare, Hamleti princi i Markës, po ti do të thosh Hamleti, jo princ Hamleti.
Ose princesha Argjiro, se si kam betur, ajo është i çudi si kam betur. Se si lejo është princesha me të këndoje. Duhet të këndoje populli. Po, Admirina, se... Jo, nisu nga ky, denoncim që thua, mua më vjen ndërmend vjetra denoncime dhe tentativa të tjera si rasti këtij. Po? Për shembull, më kujtohet në kohën e dënimit Fadil Paçramit të Dodë Lubonjës, është një raport që bën një kritik i njohur asaj kohe, profesori mund ta di, për kë bëhet fjalë. Dhe arrin deri në atë pikë sa do ta barazoj me armiqësinë e Fadil Paçramit. Domethënë, vepra e Kadares ishte po aq armiqësore sa vendimet, mendimet e gjithçka tjetër çka përfaqësonte Fadil Paçrami në atë moment kritik të dënimit Fadil Paçramit. Pra ishte një përpjekje për ta fundosur bashkë me Fadil Paçramin. Pastaj është një dokument tjetër i Ministrisë së Brendshme që është po i deklasifikuar, të cilin e kam parë, ku raportohen spionime mes shkrimtarëve, mes artistëve, në lidhjen e shkrimtarëve. Është gjiriz. Nuk e di nëse mund të botohet. Gjiriz. Gjysma e atij raporti merret me spionimet që bënin ndaj Kadares. Shkrimtarët me njëri tjetrin. Është një raport tjetër, po në kohën mbas këtij plenumit famkeq të çfarë vit ishte? Ka gjë 74. 74. Mbas këtij plenumit ishte një raport nga shtëpia botuese në Infrashër, ku Akadaren e akuzon drejtuesja e shtëpisë botuese që nuk na pas ka bërë një kritik si duhet ndaj një tregimi për partizanët të Sabri Godos. Dhe thot, ai e ka bërë me qëllim. Ka kërcënuar historinë e vendit këtu me atë gjë. Ai thotë e ka bërë me qëllim fshehjen e brendisë të këtij dokumenti ndaj Sabri Godon, ai thotë ngre lart e, domethënë, shkrimtari pas ka bërë një tentativë për të mbrojtur kolegun e vet dhe drejtuesja e shtëpisë botuese e denoncon këtë fakt, sepse këtë e bëri një shkrimtar i madh dhe ne na shpëtoi, nuk na shkoi mendja që aty kishte armiqësi ky tregim. Këto janë pak raste që të përmend, por i bie që gjatë gjithë kohës që nga 58-a kur ka qenë ky rast e deri tani, i bie që kanë mbajtur në ajër gjithë kohën. Zoti Kasarovu, kemi një rast që duhet ta themi që ka një pendes publike, rasti Fatos Kongolit, që madje më kanë habitur disa kolegë të tij që thonë që madje ka qenë dhe e panevojshme për ta bërë atë gjë. Në një roman të tij që ai e quajnë pothuajse roman, ai ka treguar, ka rrëfyer se si ai ka bërë një dëshmi në sallën e gjyqit dhe ai gjyqi ka dënuar Ysenil Dumen. Nuk e di disa vjet burg. Dhe ai shpreh një pendes për këtë. Në roman, po iluzione në sirtar dhe e ka bërë dhe publikisht, madje unë kam pasur dhe në emisionin tim. Po ky rast është rast shumë i rrallë, shumë sporadik. Si shkon kjo midis këtij njeriu që ka një moral dhe thot po, unë kam bërë këtë dëshmi dhe të tjerë që siç thotë dhe jo, në rastin e në qoftë se më kujtohet mirë dhe më kujtohet sepse unë edhe jam marrë me këtë rastin e Fatosit. Me të parë doja thoja këtë pse e ka bërë, pse e ka pohuar. Kjo është një çështje ndërgjegjësi dhe është për të hequr kapelën. Debati atëherë u bë për u mbështet me faktin nëse duhet që ky ta bënte vlente më shumë, jo duhet, po vlente më shumë falja publike, apo duhet t'ja bënte njerëzve të familjes. Është shtruar, ishte pasens në fakt. Shtruar kështu problemi, mua më duk tamam pasens. Sepse mendoja, e shfaqja mendimin atëre, e mendoja dhe tashi, që kishte më tepër rëndësi një ndjes publike që ta merrin vesh të gjithë, se sa në një rreth të ngushtë 4-5 familjarësh që do të mbetej brenda mureve të shtëpisë. Është një rast i veçantë i Fatosit. Nuk është ndjekur nga askush tjetër. Nuk di çfarë të them tjetër. Edhe në fakt ndodhi diçka në rastin e Kongolit që dua ta shtoj. Nëse ju kujtohet, në fakt në fund doli që nuk kishte qenë fajtor fare. Nuk kishte fajtor, po pra e thash. Sepse ai kishte ishte e panevojshme. Kishte qenë agenti ASH që
Mos të themi më shumë tani, që kishte bërë gjithë me Selen. Gjithsesi ishte një me akul. Por ai e ndjente vetëm me fajta kishte bërë. Kishte shkuar aty. Mendimi juaj? Mendoj se ka qenë një mea culpa ndoshta për shtyr edhe personazhe të tjerë që duhet të rrëfejnë. Ka ardhur koha që të rrëfejnë dhe mos na lënë në këtë errësirë. Po në fakt është shërbeu. E gjeja nga më të vështirat që mund të ndodhë me njeriu është kjo. Të pranosh, të akuzosh veten tënde. Është nga gjërat më të vështira që ka. Gjithë duan vetë. Por dhe më lehtësuese besoj se do jetë. Është një gjë që ndodh. Po aq edhe lehtësuese, nëse bëhet. Po aq edhe lehtësuese. Është shumë e vështirë. Unë duk ditë deri më tani. Ja personazhet që kemi përpara tani ka akuzuar më tepër se sa ka bërë dëshmira. Dhe ka pasur njerëz të këtillë, që shumë lehtë të thua që pse s'dalin. Po ata mund të kenë bërë dëshmi që kanë marrë njerëz me qafë. Rasti Kongoli mendoj se është një shkrimtar prodhimtar, sidomos pas viteve 90, dhe kjo është edhe një arsye më tepër se po ta bëjë një shkrimtar mediokër ose anonim, nuk është se do ketë efekt. Ka vlerë. Pra, Fotos Kongoli është ndoshta sipas mendimit tim, unë ja kam lexuar gjitha romanet pothuajse, mund vijnë pas Kadares, domethënë si shkrimtar me vlerë. Shkrimtari mirë, Kongoli shkrimtari. Dhe ka pas jashtëzakonisht efekt për shkak të prodhimtarisë dhe për masave që ka Kongoli. Ka pasur efekt, po në fakt efekt nuk ka pasur, është ajo që thotë zoti Kasuru. Në fakt ai e bëri ka tharsin e vet, pra është nga të paktët në letërsinë shqipe dhe unë besoj se jo nga paktët që vetëm, kemi rastin izoluar. Sepse rasti e tha që nuk kemi shkrimtar të gjinisë gjatë të famshëm në Shqipëri sot. Unë nuk besoj s'ka se kush ta bëjë. Të njëjtën vlerë nëse një, siç ishte një poet nga një degë lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve që dërgonte letra anonime, do ta bëjë një gjë të tillë sot sepse impakti i tij mund të jetë harruar komplet pas viteve 90. Por fakti që Kongoli ishte në letërsi para viteve 90, pas viteve 90 ka arritur të shkruaj një letërsi të mirë dhe ai del dhe e bën një mea culpa, kjo sepse i bita bën njerëz të zakonshëm, nuk ke shkrimtar me vlerat që thotë kam bë këtë. Vlerësoj pak edhe rolin e shkrimtarëve në politikën. Do të ndodh ndonjëherë, për shembull George Orwell në 36-ën, sepse ishte me pikpamje trotskiste, u mor dhe u arrestua në Spanjë për disa kohë nga krau i majt komunistët e Stalinit. Këtë komunistët e Stalinit e paguan tër jetën sepse le të themi atë eksperiencë ai jetoi për disa muaj i arrestuar në burgjet e Spanjës si një trotskist. Kemi dy parabolat më të famshme, viti 84 dhe ferma e kafshëve në të cilin u paradizuat i gjithë komunizmi dhe që u bën një stre, le të themi ku në të gjithë neve gjenim një lloj inspirimi më vonë në gjithë bota për sa i përket komunizmit. E njëjta gjë ka ndodhur me veprën e Kadares. Kemi në punë si Pallati të ëndra në të cilën le të themi është përgjigja më e mirë për gjithë të sistem denoncimi që ekzistonte në Shqipëri për ëndrrën dhe zgjendrën, për njerëzit se si degradojnë. Pra në gjithë të luftë, le të themi midis të keqës dhe të mirës, do të thënë shkrimtarët gjithmonë arrin që shkrimtarët e mëdhenj arrin që të dalin gjithmonë dhe të japin një përgjigje të saktë për sa i përket të ardhmes dhe realitetit. Neve si shoqëri na mbetet detyrë pra që të reflektojmë. Okej, duke qenë se jemi në minutazhin e fundit, do desha një konkluzion për gjithë këtë që kemi diskutuar. Do të thënë letra për Enver Hoxhën e Dhora Lekës, intervista e Kadares, hapja e dosjeve, 3 çështje. Letrën unë kujtoj se letra për historia e Dhora Lekës unë kujtoj që nuk bën vërse e rrit më tepër vlerën e Kadares si njeri që ditë po të nisim edhe nga fjalët e intervistës së tij, ditë i shoh gjërat me syrin e drejtë, përderisa i pranon për njeri që i ka bërë këtë që ose që ka dashur t'i bëjë të 99, thotë ishte viktim e kohës. Për sa i përket e dyta kush ishte? Do thënë letra, intervista e vet Kadares, ju e përmend? Sa për dosje, mendoj se nuk besoj, me përreshtim të njerëzve direkt interesuar të ketë në Shqipëri njerëz që të thonë të mos hapen dosjet. Nuk e di. Problemi është si do të mbërrihet. Pse nuk hapen? Nuk mund të thonë. Ka një iniciativë dhe unë besoj se fa dhe Beko, jemi gjithë aty mendimit e kemi të qartë si ka rrjedhur çështja deri tash. Problemi është ne mos ja nënshtrojmë këtë punë spontanitetit, të krijojmë një aparat ligjor
ashtu si kurse e ka kërkuar dhe Bashkia Evropiane, edhe të japim, të shohim njëri tjetrin të në syt, pa patur frikë se do të shohim një spion. Po, Zoti Beko? Po, letra është një dokument që vjen nga arkivat e kohës së komunizmit dhe ajo flet më mirë se sa çdo gjë tjetër për atë periudhë. Ajo tregon dhe tragjicitetin që kishte gjeta shqiptare e personit e individit shqiptar në atë kohë. Për Ismail Kadaren dhe për gazetarin shqiptare, këtu doli fort mirë se çfarë vlere ka ajo letër. Ndonjëherë ne bjem pre e manipulimeve dhe marrim manipulimin ose kënjeshtën për të vërtetë, nësa dokumenti, bazë, është ai që thotë se çfarë. E përmbys gati 10 vjet opinion që kanë ndodhur dhe debate për këtë fakt, të ngjarjet Ismail Kadares me Dora Lekë, kjo letër e përmbys dhe e vendos në raport e Kulian. Dhe vetë ka që rëndësi ka kjo letër, po vendos sikur çfarë rëndësie do marrin për të vërtetën hapja e atyre letrave të tjera, domethënë në arkiv. Çfarë letre tjetër do na gjesh, Mirina? Letra kam gjetur boll, por si ke botuar? Si kjo e dhorës, jo nga këto. Janë botuar. Jo romantike si tha Kadareja. Përveluse janë dhe ato spionimet me shkrimtarët. Nëse këtë fjalën përveluse e përdorte Zvajku, e përdorte këta të përveluse. Po ka shkrimtarë që janë prag të vdekjes, edhe ndoshta do më rëndonte në ndërgjegje që unë dërgova në atë botë. Po, ndoshta do vi momenti t'i botoj dhe ato. Dhe konkluzioni yt me një fjali... Për këtë dokument do thojaj që ky është një rast fatlum që na bën të besojmë ende edhe sot se e vërteta del gjithmonë e drejtë. Nuk u varros shkrimi yt, Jo, fatmirësisht jo. Kalteje. Luela, një konkluzion yti? Unë thash edhe në fillim që letra ishte një personi që ishte në Borbull edhe donte gjatë gjithë kohës ta shtynte atë momentin e fundosjes. Po ashtu edhe intervista ishte një intervistë shumë e mirë e një njeriu të madh që se na bët mishin. Jo, është të vërtetë. Tani, Maro? Jo, vazhdo. Po, çështja e spionllikut, po përdor këtë term tani se kështu tamam si që kanë përdorur ata. Kjo nuk është ndonjë çudi spionlliku, se spionlliku vazhdon akoma. Çështja është tek pasojat që ka pas spionlliku. Se edhe sot spionlliku bëhet me email, me SMS dhe mund të marrë në qafë, të heq nga puna, të prish për një moment karrierë, ndërsa pasojat e asaj kohe kanë qenë tragjike, jo vetëm për personin, për një varg njerëzish familjar të afërm të personit. Kjo është një. Së dyti, letra. Letra është aq interesante sa do të meriton të një roman në vete nga një kuptohet një njeri që do të kishte talent për ta bërë, sepse tregon autopsinë e atij sistemi. Dhe së treti, e lash për në fund, po më rëndësishme intervista Kadares, natyrisht, është përgjigja e një personaliteti të madh, sigurisht. Okej. Për ta mbyllur, është e rëndësishme që ne si shoqëri të kemi dhe të arrim të bëjmë një analizë të drejtë asaj çfarë ka ndodhur. Një shoqëri që haron se ç'ka ndodhur nuk mund të shikojë përpara. Dhe pikërisht kjo letër, por qoftë dhe letra të tjera që rinë akoma arkivave. Ti e thon 70% nuk janë zënë me dorë. Po, ju që jeni të rinj, Dorian, për të patur një katarsis, sepse nuk mund të ndodhë. Do të thënë, le të them këtu spekulohet me këtë lloj çfarë do ndodhi një tragjedi e madhe. Gjithë shqiptarët besonin se 91-shim, shumë po të përmbysej monumenti në Merozë, gjithë shqiptarët do venin në sheshe dhe do qanin, do thoshin jo mos u bë. Nuk përmbysen me hoxha, da. Asnjë nuk e ka miliard, domethënë. Kështu që e njëjta gjë ka për ndodhe me dosjet. S'ka për ndodhe tragjedi kombëtare. Okej, kemi ardhur në fund të emisionit. Mua nuk më ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj. Faleminderit zoti profesor që ishe në misionin tim dhe që dha mundësinë të themi 2 fjalë. Faleminderit profesor Beko. Admirina, faleminderit 2 herë edhe për letrën, edhe për prezencën në studio. Zoti Muça, faleminderit, të kam për herë shumë këtu, po gjithsesi falënderimi të shkon. Luela, faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Dorian, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim nga unë Lançafoku, natë mirë.